Atëherë, mirë se erdhët në Fantasy Pod. Ky do të jetë podcasti i parë dhe mbase inshallah edhe i vetëm që ta kemi neve ekskluzivitetin të ku do flasim për fantazin. Çdo të mërkur do mblidhemi zakonisht. Mund të ketë raste që kanë ndeshje Champions League dhe ndonjë ditë të enjte apo ndonjë ditë të martë, por zakonisht siç jemi dhe sot, çdo ditë të mërkur ne do të mblidhemi në studion e huazuar të çunave të Versusit, që fatmirësisht na kanë lejuar ta përdorim për fantazi. Do të flasim për fantazi Premier League, fantazi Serie A dhe fantazi La Liga, pra dy risi të reja që i sjellim këtë sezon për gjithë ata që kanë dëshirë dhe pasion ta luajnë këtë lojë si ne. Radh parë unë jam Rigersi, me qëra fjala. Jam dhe unë, Kemi dhe Fabin këtu. Neve do jemi çdo javë, do kemi shumë miq të rinj, të vjetër. Me kalimin e kohës do zbulohen gjitha. Po, prezantimi zgjati çik më shumë se ç'duhet, e kishim parashikuar pak më të shkurtër, por hera parë edhe normalisht do vi në shina dhe treni. Prezantoj edhe dy të ftuarit tan, janë dy çunat që kanë krijuar, si thua, lojën e fantazisë që do përdorim të sezon për La Ligën dhe në Serie A. Për ajo quhet FantaKick, programi pra ose platforma, dhe është Anri në të majtën time dhe Soeli në të djathën time. Çuna, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na si duket? Mirë se u gjete mirë. Suksese për si duket kështu kur jeni brenda dhe ishte shumë interesante fatikisht. Kemi kohë që ju ndjekim nga telefoni, ti je këtu pastaj atmosferë ndryshe, shumë interesante. Okej, do flasim gjatë e gjërë edhe për fantazi La Ligën dhe Serie A. Gjërë dhe gjatë, më falë, se kemi edhe çimin që do na korrigjoj sa herë që të bëjmë një gabim drejt shkrimor. Mirë thash? Ortografik. Okej, por para se të fillojmë radh parë, le të falenderojmë edhe sponsorat tanë. Radh parë sponsorin ton general Credit Bank, si dhe Opa, kuzhina mesdhetare më e shijshme që mund gjeni, është në Tiranë, në Shkodër, si dhe patjetër që mund ta porosisni dhe me delivery. Po ashtu kemi edhe Pokun, platformën digjitale fintech, ku mund të kryesh pagesa dhe ndër tjera ka dhe shërbime të tjera. Dhe po ashtu i fundit, por jo nga rëndësia, bira portugeze, karburanti jon Superboc, që mund ta gjeni në çdo pikë kriko ose në kanaçe me ose pa alkol. Okej, hajde gëzuar, pra me që gëzuar dhe çimi. Super. Atëherë, të nisim? E nisim tamam. Atëherë, të filloj me rregullat. Me që është episodi i parë, ne kemi menduar që kjo të jetë më tepër një episod ku ne të prezantojmë lojrat që e fantazisë të cilat ne do luajmë këtë sezon, si dhe rregullat, sepse kemi shumë pyetje edhe në Instagram, edhe në grupet e Telegramit, ku do dalim dhe më vonë. Na pyesin shumë se si luhet, çfarë rregullash të reja kanë lojrat e tjerë. Ta filloj me Fantasy Premier League, me që është loja, si thua, që ka luhet nga Telesporti që prej më shumë se 10 vitesh, që kemi ligën tonë me çmime e tjera që ju i dini tashmë të gjitha, një përmbledhje e shkurtër e rregullave dhe një walkthrough se si mund ta krijosh një ekip për çunat që duan ta provojnë Fantasy Premier League për herë të parë. Si fillim, Fantasy Premier League është një lojë e cila luhet nga mesatarisht mbi 10 milion veta në vit, zakonisht janë të 12 milion, aktiv besoj se shumica e lejnë, domethënë. Bëjnë javën e parë ekipin edhe not dhe mirë thon gjithë pastaj. Jo shumica, ose nuk e ecën mirë, siç isha unë vjet, që isha, unë vjet isha i demoralizuar komplet, e luajta vetëm se duhet ta luaja, se normalisht duhet vi edhe të Versus flisja për fantazinë, se unë do e kisha lënë. Unë vjet e lash mbas javës 8, se u rraf Tottenhami 4-1, bëri eze 3 gola edhe thash nuk bën për mua si vjet. Ngeli ekipit, chipsat aty ishin edhe varja. Fillimi i ri si vjet edhe me kismet. Jo, po si vjet duhet jesh çik më mirë vëllai. Po, si vjet do japësh entuziazmin kul. Gjithmonë është entuziazmi kul pas javës parë. Edhe që kemi edhe blerët e Tottenhamit, domethënë që pritet që t'i marrim sezonin e kaluar, edhe në fakt u morën Van der Ven për shembull u merrte shpesh vjet në fazën e parë, sidomos që bëri një dy gjëra. Merren gjithmonë. Nëse fillojmë mos dalim pak nga tema, të fillojmë. Atëherë, Fantasy Premier League, siç e thash, është lojë që luhet nga miliona njerëz në gjithë globin, është një nga lojrat më të pëlqyera, e luajnë
ku dëgjon, Magnus Carlsen, kampioni i botës i shahut, është i çmen mas Fantasy Premier Ligës. Andy Murray ishte tenist tjerë ka shumë që e lozin. Thuhet që në fshehtësi e luajnë edhe vetë lojtarët e Premier Ligës, që nuk lejohet normalisht deri para 3-4 vitesh ka dalë si rregull që nuk lejohet të luajë, po unë jam i sigurt që e kanë edhe ata ekipin. Përbëhet rregullat janë të thjeshta dhe të shumë sakta dhe direkte. Ke një buxhet prej 100 milion poundësh, normalisht pound nga që është Premier League. Mund zgjedhësh 15 lojtarë me ato, janë 5 mbrojtës, 2 portier, 5 mbrojtës, 5 mesushor dhe 3 sulmues që mund të zgjedhësh në varësi të performancës së sezonit të kaluar, po jo vetëm, dhe sezoneve të shkuara janë edhe çmimet e lojtarëve. Zakonisht normalisht sulmuesit dhe mesfushorët janë ata që janë më të shtrenjtët, dhe të tjerët edhe mbrojtësit ka disa që mund të jenë premium si thuash. Lejohet një transferim free në javë, dhe për çdo transferim tjetër që do të bësh atë javë është minus 4 pikë që hiqet nga totali i përgjithshëm i pikëve. Deri tani Fabi mirë jemi? Deri tani jemi mirë. Neve do t'rregojmë edhe si krijohet një llogari në Fantasy Premier League, por ashtu dhe ke platforma tjetër që do të flasim më vonë. Po. Do bëjmë dhe një ekip, një draft shumë të thjeshtë, domethënë se si mund krijohet një ekip Premier League, sepse ka është dhe auto piku aty që të ndihmon goxha, po do e shohim dhe në vazhdim çdo gjë. Po. Unë them që ta nisim biles me ti themi dhe Arit që të bëhet gati. Jo tani Arit, lutem, mos na turpëro se kemi diçka gjëra të tjera aty. Prit Arit, lutem. Okej. E fillojmë pra duke bërë dhe ekipin, duke shpjeguar dhe rregullat e tjera që mund të ketë përgjithshme, po gjithsesi në ditën vijim do të bëjmë edhe një formular të shkruar për rregullat e Fantasy Premier League-s si dhe për platformën e Fantakick. Po Telegramin do ta shumë më vonë. Çimi po më thotë që duhet përmendim edhe çunat e Telegramit që kemi grupet normalisht. Kemi edhe komunitetin ton në Telegram të fantazis, kemi edhe ku do përfshihet edhe La Liga dhe Serie A normalisht. Janë krijuar 2 kanalet veta posaçërisht si për Serie A si për La Ligën. Është një komunitet i kuruar me kujdes nga unë dhe bashkë adminët e mi, që janë Klej dhe Kleo, që i përshëndes. Një komunitet shumë fan, shumë informativ, ku flasim edhe për normalisht boomin e ka kur ka ndeshje që normalisht më bëri gol ky, ma që klishitin ky, po dhe tani në VR kemi pas Kupën e Botës, kemi qenë aktiv. Mund të bashkoheni sepse keni çdo informacion aty te linku më poshtë, Keni ke description i kësaj videoje i keni aty. Te description. Se po flas më shumë se ç'duhet, nuk kam fol ndonjëherë një vit në versus që kam dalë, nuk kam fol sa kam fol sot. Po, se zakonisht bëj avokatin, sot jam thjesht për tregu rregullat. Nuk ka akuza sot. Po fiks. I panderur thot Çimi. Okej. Fillojmë me pjesën e regjistrimit. Po, Arit lutem. Ndërkohë që neve po e bëjmë ekipin nga e para, atëherë po fillojmë që tek pjesa se si mund të regjistrohesh në Fantasy Premier League. Pra, nis me emailin, do krijojmë një password. Shpresojmë që të jetë një password, duhet besoj me një upper letter dhe një numër në gjë. Kemi 8 karaktere, a mix of upper and lower cases, të minimalisht një numër dhe minimalisht një simbol, i cili është ka simbolet i cili është përmendur. Po, e mira do ishte që të përdorni një password manager ose një authenticator, diçka e tillë, që mos ta harroni passwordin gjatë vitit ose ti bëni save now. Si Antoni dhe Çimi që harrojnë. Ari, ishte një sekond që të vendosim pak këto kredencialet. Ndërkohë flisni juve çuna sa ta bëj gati unë këtë. Rige, mund të shpjegosh pak rregullat që janë ndryshuar, sepse rregullat që janë ndryshuar është ndihmë. E bëjmë një ekipin sa të bësh ti, pastaj tregojmë rregullat në fund, s'ka problem. Në rastin më të keq që akseso dhe me email nëse. Po, patjetër. Patjetër që akseson me email, por neve morëm metodën e gjatë. Po, jo, ta kam fjalën pjesën atë hallin e passwordit se. Po, patjetër. Qindra account që kemi sot. Po. Unë kam bërë para 13 vitesh edhe nuk e kam pas, nuk e besoj se ka qenë me u aksesu me emailin, akoma aksesohem. Po. Kështu. Tani do jetë bërë kjo.
Ja, Fabi, siç po e shihni tani po krijon edhe profilin, pra po në këtë moment po selekton një gender, passwordi nuk e ka bërë mirë. Po, se kisha harruar karakterin. Date of birth gjëra nuk kanë rëndësi, mona tregor sekretet. Prefer not to say. Edhe kjo sekret është për ne. Albania, Numër optional dhe common language, këtë do bëjmë English. po. Se ka ndonjë person që do ta bëj tajlandisht, është i lirë. Zgjedhje personale. Dhe Create account. krijohet llogaria, do na vi një verification code, Te emaili besoj, po, të cilin mund ta aksesosh e kemi gati dhe emailin. te emaili i punës. Pra nuk është se është një gjë e vështirë, thjesht fillimi është kjo dhe pastaj Dhe normalisht pastaj nuk do kesh më kode verifikimi ose Jo. diçka të tillë. të kërkon Sa ka sa herë që marrë bën pak update të- ta kërkon që të logohesh, po zakonisht edhe te aplikacioni edhe këtu, nëse e bën që të mbaj mend, nuk e pse futesh orë minutë normalisht. Se po punoj dhe me një dorë. Ha, të Fabi? nga- Zakonisht nuk jam kaq i ngadalt, po punoj me një dorë dhe është dora majt, pavarësisht se më shkruaj me të majtën. Një trivia. Po Dhe pra, u loguam në kjo atëherë është faqja e parë e Fantasy Premier interfejsi League-s. kur futesh për herë të parë. Tani gjëja e Ë, parë normalisht sepse të gjithë duan që të zgjedhin ekipin, ekipi zgjidhet në squad selection. Kjo bëhet dhe për celular, po neve po bëjmë pjesën kompjuterike. Celulari është më i thjeshtë në fakt sepse ka më pak butona. Po bëje sport, nuk ka problem. Duhet zgjedhësh një ekip favorit, tani për inat shefit, edhe për shefin tim. Patjetër. Dihet çfarë ekipi do zgjidhej. Yes, help me out. Kjo është për persona të cilët janë sapo po e nisin fantazin, ke një opsion që mund të ndihmoj vetë Premier Liga Po. për të zgjedhur ekipin. Pra është diçka që quhet auto select. Po, dhe do të nxjerrë ato Sugjerime. këshillat ose Ktu madje të thotë nëse do të balancohet ekipi i cili do të nxjerrë fantazia, apo nëse do të kesh një 11 që të fortë dhe stoli pak me lojtar më të lirë, zakonisht një ndihmë e vogël është që më mirë të përdoret një 11 që e fortë dhe stoli pak më i dobët. po. Sepse stoli nuk do të marrë asnjëherë pik, përveç një qipi që neve do flasim ndoshta jo për chipsat e Jo, nuk do fantazisë. hyjmë te strategjitë shumë sot, se unë do thoja paktën shumë shkurt për strategjinë, është gjithmonë mirë të kemi të paktën një rezervë të mirë. Jo Po. shumë të shtrenjtë, po të mirë, lojtar që dihet që do luajë 90 minuta dhe që mund t'japi edhe pikë, sepse Po. Këto janë dhe Po, po. pyetjet që të bën vetë Premier Liga nëse ti do që të kesh balans në ekip, ose do që të fokusohesh më shumë tek mbrojtësat, pra mbrojtësat janë pjesa më e shtrenjtë, ose pas ka nëse bo do kot të e fundit. fokusohesh ke sulmi. E mira dhe ishte të fokusohesh ke sulmi, megjithse ka vite që në Fantasy Premier League më të mirët nga të gjithë janë mesfushorët, por dhe ja ku u krijua ekipi, 15 lojtarë. Nëse do zgjedhim në mënyrën tjetër, do i zgjedhim neve të 15 lojtarët, këtë na gjeti Premier Liga, dhe që këtu pastaj mund bëhen ndryshime. Lojtarët janë në të krah të majt, të gjithë lojtarët, ka filtera, pra mund zgjedhësh gjithë lojtarët, mund zgjedhësh pozicionin, mund zgjedhësh ekipet, këtu mund t'i rendisësh në varësi të çmimit, mund Po. t'i rendisësh në varësi të pikëve. që kanë marrë Në vjet. momentin që po bëhet podcast, janë pikët që kanë marrë vetë sepse kampionati nuk ka filluar. Në momentin që fillon kampionati, do jenë pikët që kanë marrë në 2026-2027. Po. Ka çmimi, pikët që kanë marrë në javë, përqindja e lojtarëve, përqindja që janë zgjedhur lojtarët, e të tjerë e të tjerë. Tani këtë ta bëri vetë autopik, ë? Po, ky ishte Po ky ishte Dinjen ekipi që nuk e na ka nxori marrë ato pikë. AI që s'është më Si? Luka Dinj. Nuk e ka Luka Dinj se pas ka marrë vesh po, e AI kanë që bërë akoma me nuk kuq. është më nesër. Ja, ka marrë vesh që jam tifoz i Tottenhamit, se e tregova unë, ka marrë 3 lojtar, Dubravka, Senesi, Scarlett. Hint mos merrni 3 lojtar të Tottenhamit. Ata 3 lojtar as Ne- zero Asnjëri neshje s'bën me pikë gata. Si Tottenham. vjet në fazë ofensive, supozohet jeni mirë. Po, Faza defensive do të jetë. Zgjedhim se do Po në merrni fantasy dhe me ofensive. klubet e Faza tjera. ofensive. Dhe këtu është sorti. Ky është një nga rregullat e reja, një nga risitë e reja që ka sjell fantazia për si vjet, është pjesa e sortit se çfarë tregojnë lojtarët poshtë. Pra, normalisht fantazia ka pasur gjithmonë që poshtë lojtarëve tregohet ndeshja e radhës. Po. Që nga ky vit nuk është më vetëm ndeshja e radhës dhe çmimi i lojtarëve, që ishte opsioni tjetër, por gjithashtu tregohet dhe vështirësia FTR ose si Po. duhet fixture difficulty rating që quhet përgjat, që është vështirësia e ndeshjeve të radhës, neve do merremi
dhe me çunat pastaj për pjesën e Serie A dhe për La Ligën për vështirësinë e ndeshjeve të radhës. I kemi dhe ato grafikat. Dhe gjithashtu dhe përqindja e zgjedhjeve. Deri më tani lojtari që është zgjedhur më shumë nga të gjithë normalisht është Haalandi dhe neve në të ardhmen do të ndihmojmë për 14 lojtarë të tjerë, Haalandin me shumë mundësi do e kenë të gjithë. Po. Dhe me aq sa po shohim lojtari që ka më shumë përqindje për momentin është Joao Pedro me 54%. Saka ka vetëm 10%, jo për shkak se Saka nuk është lojtar i mirë, është shumë lojtar i mirë, por sepse në fantazi merren dhe pjesa që sa minuta luan, pra se si vlerësohet një lojtar. Dhe vlerësimi i lojtarëve do flasi Ligja më shumë për pjesën e vlerësimit të lojtarëve, sepse edhe aty ka disa ndryshime dhe disa risi nga edhe Sakën do jenë autopix siç po e bën ti, se besoj se e ka zgjedhur njëri. Jepi enter squad sepse nuk duam të merremi shumë me skuadrën sot. Thjesht disa gjëra jepi dhe close kësaj mendimat se nuk kemi nevojë, kemi vite që e luajmë, i shpjegojmë më mirë se AI këtyre që ka fut dinjen. Pak sipër aty te tapsa, domethënë ke home, ke pick team, ke Leagues and Cups. Te pick team mund të ndryshosh ekipin, formacionin e ekipit, pra do të fusësh Greaves në vend të një mbrojtësi, po ekipi duhet të ketë sens, pra duhen minimalisht 3 mbrojtës. Minimalisht 3 mesfueshorë dhe një sulmues. Pra por mund të ndryshosh, pra nuk është e domosdoshme që të kesh 4-4-2-shin. Pra unë për shembull mund të heq Oli Watkins nëse nuk më pëlqen dhe vendos Greaves dhe automatikisht mua më bëhet formacioni 5-4-1. Po. Pra formacioni është i lirë në Fantasy Premier League, nuk ka nevojë që ta zgjedhësh më përpara me 4-4-2 ose 3-5-2 ose 3-4-3 si duash, e merr automatikisht. Nëse ti ndron një mbrojtës për një sulmues, të del mbrojtësi të ndryshon formacioni. Po, nuk mund të bëhen ndryshime në momentin që fillon java. Pra, kjo është rregulla e Premier League, nuk bën ndryshime as me kapitenin në moment që fillon java, sepse këto gjëra u kënaqem duke i bërë në Fantasy World Cup. Jep edhe pak lart Fabi të kapim me ato shumë pak t'i prekim këto, sepse tash i paka shumë. Dhe ideja është kjo për gjithë ata që akoma nuk po e kuptojnë. Pikët janë në bazë të lojës reale, pra në bazë të ndeshjeve që do zhvillohen në kampionat, do të shpërbleheni dhe me pikë në varësi të ekipit që keni zgjedhur. Zakonisht një gol për portierin në fakt është 6 pikë, nuk është se ka ndodhur ndonjëherë, po për mbrojtësit është 6 pikë, për mesfueshorët është 5 pikë dhe për sulmuesit është 4 pikë. Asisti është për gjithë njësoj 3 pikë. Dhe pastaj kemi dhe Defconët që janë prezantuar vitin e kaluar për herë të parë, që është defensive contribution. Për t'i dhënë më tepër mundësi dhe hapësirë që të zgjedhim edhe lojtarë si Senesi që nuk e zgjidhte njëri deri vjet. Merr për çdo 10 Defcon, Defcon quhen clearances, pra largimet e topit, rekuperimet, zgjidhen po bëre 10 prej tyre, nuk ka rëndësi se çfarë, mund të kombinohen. Merr 2 pikë shtesë një mbrojtës. Edhe nëse merr dhe i rritet edhe pak mundësia për bonus, për mesfueshori duket e ka 12. Duhet 12 Defcon që marrin bonus. Po, për mesfueshorët e kanë 12. Me që janë mesfueshore, nuk është se mbajnë për ato dhe normalisht Rice i kapte vjet, Bruno Fernandes kur bëri skemën me Amorim derisa iku, pastaj Amorim nuk u kap më se normalisht. Kemë mesfueshor që marrin shumë Defcone. Kalo pak te transfert mund bëjmë transferimet siç e thash në varësi të buxhetit që kemi. Te Leagues and Cups kemi ligat ku marrin pjesë. Siç e shihni këtu janë lojtarët që e shpjegoi dhe Fabi, nuk është se kanë gjë, këto mund t'i shohin dhe vet çunat. Kemi te fixtures, japin gjithë fixturesat. Shko pak te fixtures? Patjetër. Tani këtu janë te fixtures, janë ndeshjet që do luhen dhe mund të kaloni te ndeshjet dhe ke një FDR aty poshtë ngjitur që ke më të zgjeruar, jo vetëm 3, po ke edhe të gjitha ndeshjet e ardhshme. FDR-ja është në bazë të optës me kë merret Premier League normalisht. Merret më shumë pjesa e renditjes vjet. Pra zakonisht ratingsat janë më shumë tek pjesa e renditjes vjet, nuk para merret shumë mercato. Për shembull, sa kam parë unë, Chelsea home është me të kuqe, pra është me difficulty rating 4 dhe away për Brentford. Për shembull, Newcastle i cili për mua duhet jetë ke dyshi, fantazia e ka ke treshi për momentin. Me kalimin e sezonit zakonisht ndryshojnë edhe fixture FDR-i, fixture difficulty rating. Kemi edhe po ashtu, last but not least, kemi edhe ligën me kupat. Këtu është pjesa ku mund të hyni tek liga e Telesportit. Neve kjo llogarisa u krijuar, kështu që neve nuk nuk e kemi hyrë, po mund të hysh. Por në grupin e Telegramit është kodi. Gjithsesi neve kodin mund ta kemi edhe këtu. Ta them un kodin se e gjej unë. Jo, nuk e mbaj mend normalisht, por që do e gjej. Invitation, besoj. Jemi po Invitational Leagues and Cups, këtu është kodi, mbaj mend që nis me X
ose pa çka gabim. Hmm? Nis me X më duket. Nuk e maj men me qa nis vlla, do ta gjejmë. Nuk sa të gjej këtë searchin. Kodi i ligës. Atëherë është X8 Po? NBDL. Ky është kodi i ligës së Telesportit. Jepi join. Po japim join lig. Ky Dhe ja ku ekipi del me shumë që direkt. do dalë i fundit dhe ja ku jemi TS Fantazi. Mos të më vinë më mesazhe në Instagram pse nuk ma merr kodin, jo po pse nuk po futem te liga, e pat që funksionon, mos kem mesazhe të tilla. Sepse nuk do jetë faji jon, është faji i çunave që do kemë bërë një gjë gabim. Kjo është pak a shumë. Kjo është Fantazi Ari, Premier Liga. lutem hiqe pak ekranin tash, na shfaq fytyrat tona të bukura dhe një herë. Fapi të flasim një çik për rregullat e reja para se të Po. kalojmë te çuna. Atëre ma nxirri çik tani që e hoqi Ari, ti Japim. lexojmë edhe një herë ato rregullat e reja. Atëherë, çfarë ka ndryshuar nga vjet? Ndryshimi më i madh është padyshim updatimi live i pikëve. Fantasy Premier Liga duhet prisnim një ditë që të updateheshin, ka qenë shumë problem kjo Pas shumë vitesh. me pikat, edhe njerëzit si puna ime përdorin aplikacione third party, domethënë të aplikacione tjera që mundsonin këtë pikët në kohë reale, domethënë bën Shërbimin gol e pikëve, Alandi po. sa të vi update-i që plus bonus sa ka vajt ose si ka ndryshuar renditja. Këtë moment vendosin që t'i nxjerrin jashtë loje komplet gjynaf gjithë ato kompani, gjithë ato hapa që kanë investuar gjatë kohë dhe para për ta bërë vet. Që prej këtij sezonit ndryshimi i pikëve do të bëhet live, pra moment mas disa sekondash, se normalisht sa të updatetohet, dhe gjithashtu dhe renditja e në mini ligat ku ndodhemi, pra në private ligat që ndodhemi, do të bëhet live. Për mua është super gjë kjo, sepse të mban më tepër në aplikacion të shohësh pikët, sa pikë kemi, ja kalova këtë, si ja kalova, është gjë shumë e mirë dhe ne ndiqnim shumë për aplikacione tjera. Kemi ndryshime në sistemin e pikëve bonus, nuk është se është bërë një ndryshim i madh, thjesht i është dhënë pak më tepër përparësi mbrojtësve të krahut që vjet u zhdukën nga Fantasy Premier Liga, se të gjithë merrnin lojtar që merrnin Defcon, pra që në mbrojtësa, dhe nuk para merrnin përveç një Munoz ose një mbrojtës tjetër, Kukureja, ku dëgjojmë për atë shumë pak, Pedro Porro. edhe Porron shumë pak, domethënë krahasim me par vjet që të gjithë merrnin lojtar si Trent, atë vjet të gjithë u fokusuan te qendërmbrojtësit sepse ata t'jepnin Defcon, ndërsa mbrojtësit e krahut jo. Po. Pothuajse asnjëri, shumë pak. Kanë bërë një ndryshim që t'i japin pak përforcim, si thua, mbrojtësit e krahut, që t'i fusin ata në lojë, të shohim si do funksionojnë, dhe portierët, gjithashtu dhe sulmuesit, që vjet duhet bënin 2 gola që të futeshin te pikët sistemi i pikëve bonus. Këtë vit mbase mund të mjaftoj me 1 gol dhe i ka dhënë pak përparësi, sepse edhe sulmuesit vet sikur po zhduken nga loja, të gjithë fokusohen marrin me të Te load build-up up, play, domethënë po, të te build-upi. përforcohen më shumë me sfushor, edhe sulmues të marrin përveç Haalandit, normalisht marrin 2 të lirë sa për të qenë aty, sepse vjet ishte dobët fare, Vjet përveç formacioni- Thiagos, kush ka dhënë Haalandit, normalisht përveç Thiago Haaland. Dominic Calvert-Lewin nga fundi. Po Shumë zakonisht pak. formacioni preferuar ishte 3-5-2 vjet ose 4-5-1. Shumë nuk ka luajtur Nuk njëri u me përdorin fare 3-4-3, shumë rrallë. me sulmueset. Këto janë edhe për atë UI që e përmendëm, këto janë pak a shumë dhe rregullat e reja dhe Është- update-i i fundit, domethënë vjet ka pas disa probleme që janë heq Defcone, janë heq gjëra dhe njerëzit, normalisht lojtarët që u acaronin dhe i shkruanin shumë faqe zyrtare se unë i shifja. Këtë vit e kanë bërë që Final Points update, pra update-i i fundit i pikëve, do të merret, do të bëhet të nesërmen në orën 9 të mëngjesit me orën e Anglisë, në Anglisë, orën pra e në orën 10 Londrës. tonë. Domethënë, qofse java mbaron dielën ose mbaron të hënën, se ka ndeshje të hënën, të nesërmen në orën 9 në të gdhirë, si thua, do bëhet update-i përfundimtar i pikëve dhe të gjitha statistikave të ndryshme që ka loja. Gjithashtu është edhe një gjë e fundit që është ndryshimi i UI-t për sa i përket transferimeve, pra që tani në UI do të ketë çdo lojtar do të ketë 5 kategori. Most likely to raise price, likely to raise price, nuk do qëndroj çmimi aty ku është, do t'i bie çmimi ose do t'i bie shumë çmimi.
ose është shumë e mundur që t'i bie çmimi. Kjo është që të vlerësoni transfertat nëse do doni për shembull të shisni një lojtar të cilit i është rritur çmimi për të marrë një lojtar tjetër me buxhetin e shtuar e të tjerë të tjerë. Edhe kjo ka dalë si vjet sirisin në fantazi. Kjo është pak a shumë rregullat e përgjithshme, për çdo gjë tjetër normalisht siç thash unë do t'i nxjerrim në Instagram një tip manuali si thua të shkruar, por edhe keni shife, ai që di anglisht mund të lexojë rregullat janë të gjitha aty te faqja, normalisht kjo është gjëja që shumë veta nuk e bëjnë. As në kub bote, as ku normalisht se nuk është se janë të shumë vështira për tu lexuar, se i kanë bërë të qarta. Nëse iku kjo. Vazhdojmë me platformën e re e cilën do ta prezantojmë këtë sezon. Pra siç e thashë më përpara, duke nisur nga ky sezon dhe shumë fakt na e ka kërkuar. Pse nuk boni edhe Serie A më shumë? Boni La Ligën, Serie A po. Serie A më shumë. Ja, erdhi momenti që të bëhet dhe Serie A me La Ligën. Kjo është fal edhe çunave që kemi këtu. Çunat madje janë arsyeja kryesore që pse do keni të gjithë mundësi që të luani Serie A dhe La Ligën, kështu që duhet t'i falenderojmë shumë për gjithë këtë platformë që kanë ndërtuar, sepse ka qenë një punë e pa lodhur nga ana e tyre. Çunat do na shpjegojnë vetë të gjithë procesin ashtu siç neve bën për Premier Ligën. Çunat do na shpjegojnë gjithë procesin, si të hapet një llogari në platformën e tyre, si të krijohet ekipi, kanë disa mënyra llogaritje pikësh dhe chipsa, le të themi, ose disa përzgjedhje lojtarësh që janë unike dhe janë shumë bukura për t'u parë dhe për t'u zbuluar. Kështu që çuna Jo, ratë parë, mos ta nisim kaq serioze, se u bë shumë serioze dhe bëjmë një çik pushim, se u lodhëm me rregulla. Pra, po mirë, tash duhen tonë ato. Fillojmë herë me çunat, herë prezantimi i shkurtër, herë cilët jeni, nga jeni, po deshët normalisht, si ju ka ardhur ideja për ta zhvilluar, sepse është gjë e mirë që do e përfshim, paktën për mendimin tim, që do e përfshim Serie A dhe La Ligën në fantazi, sidomos për ata që ne kanë kërkuar vjet gjithkohës, por është dyfishme e mirë që po e krijon një grup çunash që janë shqiptar, sepse është me të vërtet unike, nuk besoj se ka shqiptar tjerë që mund të kenë marrë përsipër ta bëjnë këtë gjë. Ratë parë për këtë gjë po ju përgëzoj. Sepse ma merr mendja sa e vështirë mund të jetë që ta bësh. Për radhë dytë për rregullat do flasim më vonë, që janë ca gjëra shumë bukura dhe do flasim edhe më vonë, po radhë parë hajde flasim, bëjmë çik muhabet tjerë, o çuna, nga jeni, si jeni, çysh jeni, etj. Atëherë, si fillim, emri nga bazika Anri, unë dhe Soili jemi bashkë themelues, bashkë me dy ortak tjerë të kompanive Algoritëm dhe Algo Consult. Kemi prej shumë vitesh, rreth 6 vjet tani që po merremi në tregun e IT-s në zhvillim e produkteve ndryshme. Ishim më shumë fokusuar në shërbime, thjesht donin krijonin një produkt, edhe gjithmonë qëllimi ka qenë që produkti të ishte rrotull sportit, sepse normalisht të dy sportash. Po e lirë ishte sporti, ndonjëherë dëshira që të lidhesh atë pasionin edhe me punën. Fatikisht te diçka kur nisi Fantakiku, unë do thoja nisi diku 23 vjet më parë, se kur unë e Soeli vendosëm një bast për finalen e Champions Ligës. Pra jeni shok të vjetër që prej 23 vitesh, ne më shumë. 23 vite 2003-shit fatkeqësisht. Atëherë që ka Milan Juve më duket finale. Milan Juve fatkeqësisht. 28 maj 2003. Okej, më eksakte se ç'duhet, po okej. Që ta kuptojnë që çunat 5 Old Trafford është. Çunat rrezik shohin më shumë futboll se neve, domethënë, kështu që imagjinohet në sa duart mira është krijuar aplikacioni. Më shumë Serie A se unë është e sigurt deri që shoh. Serie A këtë vit do i futem dhe unë, s'kam çfarë bëj. Kështu që aty fitoi Soeli 23 vite më parë, pastaj dini dëshira, lindëm, kishim mundësi edhe duke qenë që u rritëm si kompani, që përveç shërbimeve të ofronin edhe produkte ndryshme, kështu që patjetër fokus, dëshirë ishte që të krijonin Fantakikun. Po mirë, keni luajtë fantazi? Patjetër. Domethënë, çfarë fantazi, ku, cilat lojra? Se Premier Ligën duket se jo. Faktikisht jo, Premier Ligën jo, jo shumë do thoja se jo, e kemi provuar patjetër.
ka nisur fetikisht që nga lojrat e vjetra, Fantasy Champions League që ka qenë dikur, dëshira për të fituar te PlayStation, biçikletën, se mos kur ishe dikur shkojnë në sallën e internetit që të vendosi informacionin, pastaj me kalimin e viteve filluam si me sporte amerikane, po ashtu edhe me sportin e futbollit. Dhe me sport amerikan. Po, aty duke Që qenë që keni ato kanë Dora industri Denisit, shumë sa mirë. i ka qef luj këto sport. Futboll amerikan, basketbol, NFL. po. Po, ftojmë Denisit do vi. Edhe Do bëjmë si do bëjmë. pastaj Fantacalcion e kemi luajtur, kemi ligë që është prej 8 vitesh në Fantacalcio, krijuam një ligë tjetër, ishim 20 veta vjet, edhe madje bëm edhe një udhtim në Lecce të 20. U bëm edhe Ankandi në gjitha, kështu serioze, do të thënë, nuk është ka organizim serioz, 3 ditë ishte goxha e bukur. Në Rina si herë ishte bënte goxha përshtypje kur pe 20 veta të ligës që po nisteshin drejt gate-it. Më e bukur është qëllimit, se Po, në fund ditës po, 20 burra që marrin rrugën për të zgjedhë Haalandin në shok. Kështu që këto e kanë qenë, po gjithmonë kemi haste dëshirën që të nxjerrim produkt i cili është më komplet, duke qenë që kemi edhe pak shembull e sporteve amerikane, ku çdo gjë është real time, çdo gjë është bazuar në statistika. Dhe keni parë ato sporte të tjera, keni thonë kjo mund të ketë, mund të bëhet më mirë, mund Ka bëhet më shërbyer mirë. si frymëzim. Për mendimin tim sportet amerikane janë goxha para në nivel fantasy, madje edhe kur luhet një ndeshje sport amerikan, gjysma flitet fantasy, gjysma flitet për ndeshjen. Ashtu duhet të jetë edhe te versus, po nuk duan. Drafte është pafund. Kështu që ato e kanë arritur një nivel shumë të mirë, ku ti shet diçka në fushë dhe menjëherë pasuron në hap. Kjo është gjë e rëndësishme. Çdo event i vogël që ndodh në fushë, në basketball një pasim, një vjedhje topi, një humbje. Nëse jam kurioz, unë s'kam luajtur ndonjëherë NBA ose futboll amerikan ose edhe baseball normalisht duhet të ketë. I kanë ata, edhe hockey. Se thej që domethënë janë shumë mirë, janë si thua për të marrë shembull. Ç'a ndryshimi kanë ose ç'a gjëje më të mirë kanë se fantasy, pse unë Premier League-ën kam luajtur, nuk është se kam luajtur Fantacalcion, vetëm se është italisht nuk e luaj dot. Ç'a ndryshimi kanë me Premier League-ën? Si fillim do thoja koncepti head to head. Edhe ato e kanë head to head. Okej. Çdo, domethënë, ke mundësi të krijosh, po është shumë gati e rrallë që të krijosh një ligë që nuk është head to head. Ku po mirë, ndahen të gjithë në mënyrë automatike, domethënë unë apo luan secili me shokët e vet. Jo, është ekskluzive, ownership me shokët e vet. Nuk mund të luash domethënë public league me të gjithë amerikanë publike, të cilat ti gjen miq nëpër botë apo kudo që ndodhen, se nuk bëhen dot 10 veta, 8 veta, 12 veta bashk, po përgjithsisht janë liga private ku mblidhen një grup shokësh, edhe luajnë NFL-in, NBA-in, MLB-in. Pra funksionon më shumë me drafte, false. Draft po. Draft edhe auction, që është ankande. Kështu opsione pak a shumë si FPL-i, po është më shumë e lidhur me Bigjozin ato. Amerikanët kanë shumë qejf të lidhin këto me po nuk i bën gjona ti çik me lek, nuk ka, nuk i rrit me lek. Që ato janë versione pak më ngjashme me FPL-in, po është i gjitha Bigjoz në fund ditës. Nuk është e bazuar mbi lojën, po është mbi fitimin. Kush nëse nxjerr mbi X pik fiton X para etj. Pastaj tjetër avantazh kompetitiv është ajo që thash që janë shumë addicting, domethënë ti e sheh një ndeshje të futbollit amerikan dhe ke nevojë të bësh refresh apit çdo minutë. Mirë ata. Po edhe ju domethënë shihni futboll amerikan. Po ku fini gjumë ju dha? Janë orare të arsyeshme futboll amerikan. Është më të orën 7. Dielën në 7, në 10, pastaj ke 2 ndeshje në 2. Okej, po do të ke ndeshje që mund të shohësh. Shumica ndeshjeve e ekipit tënd mund ndodhi 2 herë gjatë vitit që ti do rrish darkë. Okej, nuk është si NBA që fillojnë mas orës 2. NBA play-off e shohim, se si del dot. Pastaj po kështu futbolli amerikan pastaj e sheh shumë qetë dielën orën 7. Po mirë, shihet si sport. Se ka shumë reklam duket mua ata. Futbolli amerikan. Se ka shumë reklam, po ka shumë strategji. Okej, po dhe futbolli ka strategji. Që ka reklam ka, unë mund t'rregoj histori, domethënë ishte kur ishte në nëntor duke pa ndeshje futbolli amerikan në live. Dhe lute, domethënë ekipi i Washington DC-s, Washington Commanders me Denver Broncos.
Dhe në një moment ata ishin bogati, në sensin që ishin line-up në fush dhe tash unë që isha duke I pa, thash, okay, tash do nisi play, sepse NFL ndryshe nga futbolli, çdo play ndalohet loja, pra nuk është lojë rrjetshme. Artët, po, se unë e kam parasysh se e kam parë. Nuk është lojë rrjetshme siç është futbolli. Edhe në një moment tash ishin line-up dhe po rinin. Edhe unë me vete isha me mikun tim që jeton atje dhe I them, ore, pse s'nisin, çka ka? Dhe te scoreboardi, ku ishte ekrani I rezultatit, aty që anash kishte edhe 1 minutë e 50 sekonda TV commercial. Ata pristin marote TV commerciali. Po pristin countdown. Ajo është goxha minus, po është I sport shumë interesant. Domethënë mos ishte aq interesant, nuk besoj që do shihej njerëzim aq reklamë. Edhe unë jam dakord që sporti mund të jetë interesant, po ja heqin këto pauzat e shpeshta. Futbolli është 45 çerek orë pushim, dil pi cigare, të lejo të lëvizësh nëpër shtëpi, themi. Që mund të bësh edhe punë të shtëpisë ndërkohë që bësh. Gjej ndaj gjë domethënë me bëj gjithmonë. Kalo puno, kalo me familje. Ajo është koncepti aty, se amerikanët lidhen gjithë, rrodhë divani, hajnë bashkë, se është ora 1 drekës aty në East Coast. Kështu që ashtu e kanë krijuar atë sport komercial edhe mos të jetë fokusi, plus që edhe ai është problemi I futbollit sot, që thon të rit sa më shumë u mbet fokusi se është kultura e swipe-it shpejt, edhe nuk ka njëri durim 45 minuta. Nëse I jep 10 minuta pushim, 10 minuta pushim, do jetë dakord për të rinjtë e sotshëm jam dakord që mund të jetë interesant. Mirë, kjo është kështu, është eksperiencë ndryshe nga sportet europiane, është e bukur, domethënë duket një sport që është I bazuar ka dhuna, po është I bazuar 90% strategji, është shumë pak dhuna është ajo pjesa ekstra, po është më shumë strategji. Rugbia që luajnë evropianët sigurisht pak më dhunshme. Është dhunshme, më pak taktik, do thoya, është më shumë teknik dhe dhunë. Unë ka dhuna më shumë kam pa hokejin se sa kam pa futbollin amerikan. Hokej ata fillojnë me grupa tamam apo? Ai është shërbi organizuar. Edhe hokej duhet të ketë fantazi. Ka. Çto edhe gratë me kuaj rrezik kanë fantazi kanë. A dhe kështu që hokej di diçka unë që ka qenë Gretzky duket, që ka qenë nga lojtarë më të mirë, ai ishte aq I mirë sa I kishin ndar Gretzkyn në 2 lojtarë në fantasy, golat e Gretzkyt dhe asistet e Gretzkyt. Se nuk e përballon se ishte po të merja të fitoje, nëse I kishte edhe po mirë I kishin vënë një sup nëse, një çmim, apo janë kështu me head to head, kështu nuk është se ka. Njëri e merr edhe e merr edhe mirë. Fryni syt juve të tjerë. Kanë dalë pakën ta kenë 2. 10 shkopa drure e fitoi, domethënë. Interesante. Po, siç bën edhe kohën e Messit dhe Ronaldos, që La Liga, Marka këto bënin që praktikisht një sezon me meno nuk I zgjidhje dot Messi dhe Ronaldo. Se ishin ato vitet që bënin nga 50 gola, po. 60 gola. Ja, normal, vetëm o njërin o tjetrin. Tifozët e Realit njërin, tifozët e Barçës tjetrin. Normalisht. I zgjidhin të kundërtit atëherë që mos mërziteshin. Që mos mërziteshin. Bëri gol Messi. Paktën e kanë fantazi fakt. Po fiks, e kështu e bëjnë edhe në FPL këtë gjë. Se tifozët e shumë I tifozit Chelsea merr në një ve kapiten në Saka në një gjë të Arsenalit, që hajde dhe po humba kur luajnë me njëri tjetrin dhe po humba paktën gëzohen me pikët e kapitenit. Këtë do bëjnë, do vejezen si vjet. Do vejezen kapiten sa të luajmë neve me Arsenalin, nezen direkt triple cap. Ezen e ke gati, po, për sidomos për Tottenhamin. Atëherë, si ju erdhi ideja për ta krijuar dhe ju diçka të tillë, duke parë që në Shqipëri nuk e ka, besoj se ka marrë normalisht. Më shumë ishte fatikisht ideja lind nga frustrimi me apet aktuale. Kishim dëshirë që të organizonim lojra që ishin më drejta, më të bukura etj, po mundësitë që I ofronin settings, se mos duke qenë që ishin bazuar edhe në kampionatet italiane, Fantacalcio ka bazën e notës, nota është 100% subjektive, ti e shen ndeshin ai buongiorno merr 6.5 gjithmonë, se nuk e di kënje buongiorno aty ke redaksia Fantacalcios. Kështu që ishte frustruese, edhe ti nuk e kuptoje, ti shije ndeshjen edhe nuk ishte një eksperiencë interaktive, sepse duke parë ndeshjen, nuk e dije çfarë do ndodhte, maksimumi goli, shtohet goli plus 3 edhe kaq. Nuk kishte interaksion me apin.
Ndërkohë, ne donim krijonin një app interaktiv, model sportesh amerikane, ku lojtari jot bën pasin, e thuar atë 0.03 pikshin ta shoh plus aq më duhet me kalu kundërshtarin ose aq më duhet ekstra. Domethënë çdo gjë ndon korale. Normalisht është një kështu korregjie themi që sa të vi e dhëna, sa të përpunojmë, kemi një provider shumë madh ndërkombëtar që na jep dhënat që kemi lidhur partneritet. Dhe në harku kohë 2-3 minuta, 2-3 minuta reflektohet në aplikacion. Duke qenë ne përdorim, se po nisej çik duke fol mbase për appin, po ne përdorim 45 statistika. Domethënë çfarë do lloj gjëja që ndodh në fushën e lojës, pasurohet. Dhe kjo është diçka që mua më pëlqen me thënë drejtën. Pra që mos vlerësohet vetëm goli dhe asisti, mos bëhet kaq e thjeshtë. Se edhe FPL-ja dalim ta bëjmë si diskutim. Edhe FPL-ja pra ne ka fut Defconët. Sepse deri para 2 vitesh vetëm gol asist, edhe portieri kur pret penaltit ose çdo trepritje merrte nga një pikë. Edhe mbrojtja clean sheetin ose e mbyllte me 0 gola të psuar. Edhe i kanë shtu mundësi se Robi ka nevojë për mundësi pikësh ose ajo që kemi folur dhe bashkë që Robi ka nevojë të zgjidhë një lojtar që është shkatrus ose mbrojtës që nuk do e merrë në një herë. Patjetër. Ajo është ideja sepse ekzistojnë lojtarë që janë shkatrus goxha të mirë, për shembulli tipik që marr gjithmonë është Kanteja i Chelsea që nuk e merrte një fantazi. Nuk e bënte dot sikur ta linë me port bash se nuk ishte as asist, po ishte monstër. Ishte lojtari më i mirë i Chelsea me diferencë. Për mua 10 vitet e fundit mbasi në Premier League, top 10 për mua 10 vitet e fundit si lojtar, nuk e di, se unë edhe i pak i bazuar te Leicester që fitoi titullin që ishte goxha historia e normalisht, po edhe si Rob, edhe si njeri pozitiv gjithkohës, punëtor etj, mua ka pëlqyer ashman se Kanteja. Ama në fantazi, gjithë thonin, domethënë shumë më i mirë si lojtar. No FPL pick thonin gjithë, domethënë kur nuk kjo s'na bën decent. Kjo s'na bën decent. Pse mund të jetë i lojtar i mirë, pse unë nuk dua të mësoj diçka ekstra, kush është i mirë për një lojë, unë dua të zgjedh lojtar më të mirë. Lojtar më të mirë i shoh në fushë. E shoh çfarë bën fushë, e shoh punën që bën, work rate-in, kur fiton topa, kur fiton duele. Kjo është ajo që e bën futbollin të bukur. Ti e nis të shohësh futboll prej golave, gjithë nisin prej golit të bukur ose një asist të bukur. Pas shumë vitesh, golat është patjetër akoma shumë eksperiencë e bukur, po është bukur edhe një lëvizje midis linjave, edhe një hapje e topit bukur, një rekuperim topi që të ofron mundësinë kundra sulmit etj. Po plus që duhet të japësh edhe hapësira edhe lojtarëve që nuk kanë mundësi me bë gol, se normalisht kanë rolin e tij, e tillë. Edhe pse jo me statistikat, me rikuperime topash, clearances etj. Për mua pjesa e pikëve më ka pëlqyer shumë, edhe do kisha shumë qejf të integroj edhe në gjithsej keni ju ekskluzivitetin. Do kisha shumë qejf ta kisha parë edhe fantazi, se unë fantazi Premier League-ën luaj. Normalisht të vit do luaj edhe Fantasy-n, Serie A dhe La Ligën. Po unë nuk luaj asgjë tjetër përveç fantazi Premier League-s. Edhe kjo ka qenë një nga gjërat që mua asnjëherë nuk më ka pëlqyer, që nuk mund zgjidhje fiks lojtar si Kante. Ne kemi marrë dhënat e 20 viteve të fundit, të 5 ligave kryesore të fundit, edhe ka qenë një punë që ishte, normalisht kemi përdor shumë teknologji, se pa teknologji është e pamundur, se 20 vite dhëna, 96 ekipe, ishte e pamundur. Duke qenë që kishte mundësi të përdornim teknologjinë si firmë programimi, pastaj kur e nxirrnim outputin, kishte më pak mundësinë që të bënim interpretimin e dhënave edhe human, sepse teknologjia ka arritur një pikë shumë të madhe, shumë të lartë sot me AI, me një nivel shumë i lartë përpunimit dhënash, por në fund ditës syri njerëzor është ai që ndihmon pastaj që këto dhënat ti validoj, ti bëj që të jenë sakta. Dhe kemi bërë shumë teste dhe në fund fare do një validim që do të ishte dhe nga inteligjenca artificiale, po edhe nga ne njerëzit, një grup personash që kishin njohuri shumë mira futbollin normalisht, që ta aprovonin sistemin e pikëve që okay, 20 vite kjo renditje më bën sens. Duheshin persona që kishin parë se të futboll, duheshin persona që i njihnin 5 ligat, kështu që normalisht
është bëri punë shumë e madhe, se nuk ishte prova parë, prova dytë, ishte prova, nuk e di, po ti kishe numëruar, do ishte shumë interesante ta dia. Imagjino çfarë është ka pas vetëm Ligue 1. Po, aty ishte kështu goxha sfidë. Ishte sfida e madhe. Liga se Po ishte kështu rikthim kohë, se kujtoje vitet e Lionit, vitet kështu. Po Verratti ke Novara, po çfarë bënte. Te Pescara. Bruno ka qenë ke Novara, Bruno bën ato të gjithë. Po mirë, të dy jeni tani fans të çmendur të Serie A, paktën po. është kampionati që Milan dhe konsumoni Juve, më tepër se të tjerët. Patjetër. Ti je me Juve, më duket? Unë jam me Juven. Unë me Milan. Ti je fituesi 2003-shit. Mërkurat e kemi të lira. Është kompeticion i bukur ai tentë. Po interesant. Shkon mas çerek finales do shoh sa i bukur bëhet. Kemi shkuar në deri në çerek finale. Nuk Deri shikon çerek Bështë finale. që tjetër. Nuk ekziston. Shif ndonjë gjë, neve do jemi edhe tenteve, mund të jemi ndonjëherë edhe tenteve këtu, nëse ka Champions League. Neve na gjeni këtu pastaj për tenteve, mos shifni kot Milan Ferencvaros sa ç'a mund të jenë aty, mbas çerek finaleve me kismet pastaj. Shpresojmë të jetë Milan e Gnatiot paktën. Po, Do ishte bukur. Shpresoj se Ignatiot të kaloj. Ose dy raundet që i kanë mbetur. Po sa keni që, domethënë 2003-shin okay, po përpara asaj keni pas Serie A, do kur e keni kap si tur Serie A vitet e arta? Kohët e arta. Po, edhe 2003 kohë e artë ishte, po ishte edhe drejt- 90 cashi patjetër un kam kujtime. Ajo ndeshja Perugjës nuk mikën nga mendja që 2002-shin. jo. Ajo ka qenë Ajo është 2000-shi. Ajo ka qenë Lazio, 2000. që fitoi Lazio. Kampionatin që u ndërprej me shiun e Ishte gjitha. e bukur, ka qenë super ndeshje. Po. Ma mendon unë. Super Ka ndeshje. qenë dekora që unë e subjektive, shifja. Për mua E super mirë. ndeshje pastaj Për mu, 2002-shi, se unë jam interist. Para se Interis. të Unë bona për fillon Ronaldos, avokati. nuk se jam i çmen, por normalisht për Ronaldos fillova ndiqja Interin, edhe unë bëja tifo për Perugjën atë ndeshje normalisht. Po, normalisht. Po. Më mend që ka qenë goxha e vështirë. Pastaj më mend 2002-shi, 5 maj, që të shohim në ekran tjetër. Çfarë lojtarësh ka pasur Peruzja atëherë? Se ka pas një 2-3 Ka herë. pas, Hubner, ka ndoshta, qenë Nagataja. Nagataja, po. Ka pas domethënë. Po. Nuk ishte ndaj Si Perugja. ka qenë Serie Perugia A. nuk luante për gjë, po. Na ka thënë mos Jo, është pra ai. si Mos që është ai thotë, ishte lojtar ajo i shiu shiu që që me në Breu. të filmi që tifozë. Do ta bëjnë gjë më. Që është ajo, Po, nuk e di a ke parë filmin që është është ajo stewardesa që feston. Është Tifozi. Po. është Hidetoshi aty është. Po pse e bë me Juven? Me Juven normalisht un kam një vlla që ishte interist, një vlla më të madh. Dhe normalisht aty lindi pak dëshira që krijonin pak edhe rivalitet brenda shtëpisë. Ai ishte i madhi, zgjodhi Interi, nuk kishte një arsye shumë të fortë. Un normalisht për rivalitet zgjodha Juven. Ti besoj për numrit 7? Jo, në fakt ka qenë kështu se un jam bë lojtari i parë preferuar është njëri që nuk është shumë common që të jetë i preferuar, se është Oliver Bierhoff. Legjenda. Super sulmues ka qenë. Po që unë i vogël 6 vjeç kisha qef Raulin, me thënë drejtë. Po atëherë mirë keq i televizor ka qenë në shtëpi. Nuk ishte shumë zgjidhje nga çfarë do shifshe. Kështu që i mat në vite para televizorit duhet shifsha Milanin. Edhe me zor, me pahir, domethënë është për Milanin. Ke pas dhe ti kohët e arta. Desha, domethënë. Me Bierhoffin ka qenë ai kampionati i 98-99 që e kthen Milan ja merr Lazios javën e fundit dhe pastaj fiton me Perugjen 1-2 në Perugia, fitoi kampionatin. Domethënë ajo ka qenë momenti ku unë thash okay, këta që janë ekip fitues domethënë. Dhe pastaj për një 17 vite, 18 vite domethënë ishim mirë. Pastaj sa i ke shiu ti Champions apo kur imagjinoje. Jo, rregull, dy Champions i kena pa, kështu që Ka tifoz që nuk kanë shijuar akoma trofe europian. Nuk po flas për vete. Edhe në Juventina 96 nuk e mbaj mend shumë, kështu që ishte 3 vjetresh sa donin në 3 vjet, 96, Ato i 97, kanë pa. 96 në fituan. finalet e para Champions League që kanë pa, ato kanë qenë si me kujtim Ajaxin, shumë me të largët, ato. ndoshta. Dortmund, Ajax dhe Real. Edhe ka qenë mirë Juve atëherë. Po, Unë po. ka pas pëlqyer Ka qenë- me Ravanelli, Viali. Tani kështu, koment teknik nuk jap dot, se normalisht kam qenë shumë i vogël. Ja, që normal, tash, as unë. po, Mbaj mend flashes, domethënë ndeshjet, po ka qenë ekip simpatik, domethënë
nuk kisha një antipati siç më lindi më vonë kur u bona interist për Juven, që mas 97-s me Julianin rritet, avash. Ajo ka qenë për Julian, ajo ka qenë me 97 Juliano ka qenë Ronaldo, me Juliano Ronaldo. Aty lindi antipatia për ne interistët për E pyeta edhe Julianën. A ishte penaltia si ishte? Po boll. Po edhe Çfarë e pyesin ditë për ditë. O do e pranosh o s'ka. Edhe i tha monën bëjë pyetje pa ja, normalisht atë edhe në tren, sa herë që futen në tren, pyetje e parë që i bëjnë, ama ishte penalti. Pa ajo s'ka nevojë, duket që është sa të penaltia për parë. Nëse. Po si ishte. Spronzon. Jo. Jam para kamerës. Për mua Si ishte sa. Nuk është se Inter do e fitonte titullin po t'i jepte penalti. Po ishte shumë e çuditshme që preteksti. nuk u dha ajo dhe aksionin tjetër direkt u dha ajo. Ka diçka këtu dha. Ajo ishte, Ajo ishte, se po mos t'i jepte ajo, vazhdonte loja, dilte 0-0. Është hera parë që kanë kshu episode. I ka montarin, Po jo Juventina, Italia në përgjithësi dhe kjo ja shtoni çika shumë anti-Juve podcasti. Jo më jo. Thjesht, jo, këto janë gjëra që e kanë bërë kampionati italian edhe ai që është, domethënë, edhe këto polemikat, se flisin njerëzit me muaj tërë që pas Calciopolit, praktikisht kampionati italian. Ra Italia. Pati Juve një program shumë të mirë 10 vjeçar me Agnelin krye, se ndërtoi stadiumin, krijoi një kulturë pune etj, po kur iku Agneli, morëm fund edhe ne, edhe sot kësaj dite ke zvarritje të kampionatit. Sot po zvarriten, nuk po edhe kanë hyrë te kampionate tjera që po i bën konkurrencë. Sot Osimhen lun te Galatasaray, Greenwood lun te Fenerbahçe, Arabia merr lojtar Salah mor shojë Trabzonin, që do ishin lojtar që do luanin gjithë Serie A. Patjetër, se okay, nuk po themi që ne të ndeshemi me Premier League-ën, po Rroga ne po i japim, po Rroga nuk po jep turku shumë, nuk e jep njëri, se ai Trabzoni nuk jep Rroga të turku. 20 milionë euro. 17-20, po bruto, aq 24 e dha me ne vlas, po. Me vërtet. Histori tjetër, 24 bruto. Që është çmendurin vete. Ja u paska vjetë ato. Është çmendurin vete. Po ata ja kanë dhënë ato 24 milionë, tha nuk e bëjmë atë. Maroi histori. Për ne është para ekipa, ai nuk e ul, ka ngel do aq prapë. E ka ul pak, po jo shumë domethënë. Lek po pret Barcelona thonë, po pret mirë. Po pret Barcelona. Lek edhe ka italianë. Nëse ka ekip që ti rrogat mirë është bashkë. Besiktashin e ka ofertën aty ai. Kështu që pret Barcelonën, po su bë Barcelona, aty është Besiktashi. Nuk para gjen kampionate që japin 8 milion për Gonzalo Ramos. Edhe ka kampionat italian, as pa lek nuk është. Po mos flasim për ato. Se drimi tjetër ishte Kolomani, ëh, se kuptojmë, nuk e kuptojmë akoma ne milanistë, edhe po nis. Po Kolomani mu pëlqen me Juve, me thënë. Kolomani ka qenë mirë. Okej, do të thonë un pak të top 5 vitet e fundit i lumtur duke parë Juve, kam qenë duke parë Juve në Kolomanit. Jo, ato duket Juve në Kolomanit funksiononte ekipi, normalisht funksiononte asaj. Ai bëri funksional sulmin e Juves, me thënë drejtën. Po ka bërë shumë keq, nuk do të lej lojtar që shkon ke Tottenhami, realizon performanca aq këqija, ke Parisi është jashtë projektit, do të lej 50 milion normalisht. Po që e çuditshme është, nuk e di a ka kështu deal. Një pyetje për të dy. Edhe pastaj vazhdojmë kot për më shumë për kuriozitet. Më thuaj 3 lojtarët e tu të preferuar të Juves gjithë kohës, po çka ke pa ti? Mos flasim për, ku dijon, viteve 40. Të Juves edhe të Milanit. 3 lojtarët më preferuar se du të shoh ça meni e keni, ku e keni atë fantasia, ku do harxhoni buxhetin më shumë. Po. I pari ne s'kemi diskutim për të parin. Po, e di. Alessandro Del Piero është ajo është e padiskutueshme e para. Një legjendë e papërsëritshme, besoj. Sado që po përpiqemi ta emulojmë me Dybala, me Pogba, duke të ndjetë me Yildiz, nuk ka shans. Ai është shumë i vështirë. Nga fëmiria, normalisht koha Nedved ishte një lojtar që kur e shije duke luajtur ishte tjetër ndjesisë, shpejtësia që ajo ofronte, goditja që kishte, work rate. Ska lojtar si ai, që janë dhe teknik, po që dhe vrapojnë, shumë pak ka. Lojtar që edhe goditja nga larg është bërë kështu, se tash duan futen gjithë në zonë që ta bëjnë atë golin, sikur po humb pak edhe shija. Modern, teç i midfield modern që i bënte box to box, i bënte të dyja dhe i bënte shumë mirë. Po. E merrte Crown. Ai është peng tjetër i 2003-shit që mori të verdhën gjysmë finale, që s'luajtin finale.
Edhe për thënë një person kështu nga ky brezi i 9 kampionateve se e meritojnë ato, do thoja, do thonë simpati, jo më i miri, do thoja kam pas shumë për Barzalin, me thënë drejtë, që s'bën shumë sens se nuk ishte ai më i miri, po Domethënë nëse do vej Kelini, Barzali dhe Kelini ka Bonucci, qenë më i mirë për mendimin tim. Patjetër, se nuk ka dhënë shumë më shumë, po Barzali ka qenë ai që jepte shumë balancë ekipit. Dhe ishte shumë i rregullt në mënyrën si mbronte, nuk i dukej ai shumë puna, se Kelini dukej edhe me brylin Ibrës, me atë kapin e sakës. Ishte edhe pak shumë teatral, po Barzali kam pas respekt edhe për Markizën, po e shtova kështu si ashtu se na dai çik shpresë, ishte ai bandiera e re pas Del Piero që do vinte, do vazhdonte, po. Nuk është, ishte mirë, po nuk ishte ai që priste. 2014-ën. Moni super gol. Po, pastaj hoqë të dyja ato, po. Po ikën të dyja bashkë. Se ndodhi Pedro Lava si me Costa Ricën, po. 3 brazilian besoj do thosh. Ja, po di Ukrainas besoj. Ja, më të Ukrainë ajo bluza aty mbrapa. I kemi këto. Sheva, okay? Ukraina si do ishte? Sheva normalisht që do ishte. Braziliani ai bardhi Kakaja normalisht. Ajo sidomos sezoni 2007-s për ne ishte kështu, ka qenë magjik, domethënë ato golat e Kakas 2007 nuk e di sa herë i kemi pa. Heinze me Evraja bën një karrierë për atyre golave. Po. Edhe pastaj ne kemi parë atë kapitenin legjendar Maldinin, domethënë normalisht. Unë pastaj e kam qef që luaj futboll vazhdimisht, domethënë normalisht kam luajt mbrojtës gjithë jetës, edhe Maldini normalisht është ai që lutet çdo pozicion. Po, lutem me dy akomët, majtas djathtas. Po, jo, mirë ka qenë. Super ka qenë. Amari, çka? Gjithë akorave më shumë. Thash se kishte një gjë, se shumë çuditshëm e kanë nxjerr kokën aty. Do kalojmë këtë platforma? Po. Kalojmë tani te puna serioze, bom muhabet. Ari, ta lidhim me Ja, një sekond. Ari, my friend. jemi gati. Atëherë, kjo është platforma Fantakik. Kjo Për është faqja momentin kryesore. kemi versionin në web dhe versionin në Android. Versionin në App Store presim që çunat e Apple-it, që zakonisht janë shumë strikt, na japin okay-n e tyre, kështu që për ata që kanë apps, që kanë iPhone, për momentin mund të përdorin webin ose në celular, Ose në celular mund ta përdorin, ose në laptop ose kështu. Po. Atëherë, kjo është faqja e parë, kur shkojmë tek fantakik.com. Kemi mundësi si fillim zgjedhim gjuhën, kështu që për momentin jemi me nuk e kemi ende shqipen, por do ta shtojmë për çunat, plan që besoj do ketë çuna që do e duan shqip. shqip. Gjithsesi, nëse ndjeni komfort në një gjuhë tjetër, mund ta zgjidhni nga gjuhët që janë deri më tani. Keni një shpjegim të përgjithshëm të rregullat lojës, janë 4 mënyra që mund të luash lojën. Kemi statistika, mënyra se si ndeshesh me kundërshtar në javë të caktuara në modalitete të ndryshme loje, dhe kjo është pastaj ajo pjesa më interesante do thoja, që janë 45 statistikat që japin pik, ose të heqin pik. Të japin ose të heqin pik. Kjo nuk duhet ta mësoni përmendësh te, se nuk është që ne duam pikët Do tonë ketë ditës. njerëz që do e mësojnë. Do ketë njerëz që do e mësojnë, jam shumë i sigurt. Dhe unë i kam mësuar në përdora këto gjëra dhe pastaj edhe duke luajtur. Kështu. Do ketë ku më hoqi pikët mua, pse më çfarë bëni? Se edhe te pika, se ke këto me të kuqe, Po. se këto janë kështu, se nuk është vetëm goals conceded, po kemi shumë error leading to goal, penalty conceded, big chance missed. Sa mos për sulmuesët, është shumë e rëndësishme që ato rastet i konvertojnë. Edhe mua pëlqen. Jo si puna Markus Thuramit që bën 1-3, do thoshte Klej. Po, një zgjedhje që unë nuk do e sugjeroja për shkakun. Është e rrezikshme si zgjedhje. Një lojtar nëse në një fantazi tradicionale, lojtar që bën një gol, po luan shumë keq, humb topa, humb raste, merr një notë
akoma po. ende I pozitive. zerohet si tush. Po, madje pozitive gati, se goli ka atë peshën shumë madhe në për lojra këtu, hum 3 raste vetëm për vetëm e portierit. Bëri gol me port bosh, nuk ka që do dalësh mirë. Kështu që është shumë e rëndësishme performanca që ti ke në fushë. Nuk është thjesht goli, nuk është thjesht asisti, duke e parë ndeshjen ti nuk e nevoj fare ta shohësh tabelën e pikëve, pak a Normal. shumë e kupto sa pikë do ketë marrë lojtari. Po. Sepse është shumë e thjeshtë, domethënë. Mjafton që ta shohësh, të ketë përqyer se ka luajtur lojtari në fushë. Kjo është gjë shumë e mirë. Më pëlqen shumë sistemi Është edhe transparente, mund të shohësh çdo gjë. Edhe transparenca që keni këtu, për shembull, Premier Liga nuk e ka këtë lloj transparence për bonus sistemi që kanë ata, sistemin e bonuseve. Transparenca është shumë e mirë dhe t'jep edhe mundësi që edhe një lojtar, se për shembull kishte kjo e Kupës Botës që lutem me zyrtarja që bëm ne, e FIFA-s. të jepte pikë nëse ti fiton penalltin, merje 2 pikë, ama nuk të hiqte pikë nëse ti e humb penalltin. Okay. Unë kisha Messi në një moment që kisha kapiten, mori penalltin, thash, Messi mori penalltin, do bëte golin, dhe humi, Miko Troni. Ku shoh unë nuk ishte hiq fare pikë, kishte shtu pikë. Domethënë, si mund të marrësh pikë kur ti humb penalltin? Po. Që edhe normalisht e ulet e kënaqësinë e lojës, se kur e ke ti Mesin e bëhet qefi, po kur e ka kundërshtari që po hash, mërzitesh. Po kur është penalti, pastaj është edhe moment shumë kështu, se ka shumë swing pikësh këto, ti mund shkosh nga 0, mund shkosh 12 pikë, po mund zbresësh edhe me minutë, kështu që është gati 20 pikë swing pikësh, diferenca është e madhe. Tani, paçka se neve do përdorim paktën si thua lojën zyrtare që do kemi me telesportin, do kemi atë lojën me buxhet, pra ku do kemi ligën. Gjithë që kanë qef që të luajnë head to head Serie A apo të luajnë me La Ligën, draft apo Bundesliga me kandë, që ishin ato, mund të futen me shokët e tyre të bëjnë një ligë të vetën private me kodin e tyre dhe të luajnë head to head. Ligat kryesore që ne do luajmë, që do jemi të gjithë, lojë komuniteti domethënë i telesportit që pritet të jenë shumë njerëz, do jetë ajo me buxhet pak e përafërt edhe me fantazi Premier Ligën që mos të jetë si thosh një ndryshim 180 gradë sa i bi për lojën. Tani të lutem na tregoj nga e para se si bëhet. Klikojmë mbi Play Free. Këtu kemi mundësi që të krijojmë accountin, kemi 2 mënyra që janë mënyra thjeshta për të loguar, që është duke vazhduar me accountin Google ose duke vazhduar me accountin Apple. Ne po zgjedhëm atë pak më të gjatën që të kemi mundësi që kush nuk e preferon 2 klikime dhe gjen. Këtu mjafton të klikosh edhe je gati loguar i unë ashtu e bëra me thënë drejtën. Vendosim një username, ja, që na pëlqen. Kodin me që është titulli i emisionit. Vendosim një emër ekipi, ky është opsional ose emër ekipit përveç username-it. Nuk është, mund të jetë edhe i njëjti me username. Kuptoj. Por nëse ti do të vendosësh ndonjë emër kështu më fan, pastaj në liga ndryshme ti mund vendosësh emra të ndryshëm. Nëse në Itali do të kesh një emër ekipi, në Spanjë. Se janë këto lërat e fjalëve që bëhen zakonisht. Okej, super. Vendoset emaili. Njëtën email. Këto do të mbash ti Fantasy Pod. Ja mungoj ia, besoj. Po. Zgjedhim shtetin. Dhe zgjedhim ekipin që suportojmë. Këtu kemi mundësi me që ju jeni me Milanin dhe me Juven. Ne edhe po zgjedhim Interin. Po me ti mos zgjedh Interin. Zgjedh ku shkoi Mitaj, atë zgjedh. Gjen, se atë e bukur ishte. Vendosim pasuard, nuk e kemi aq vështirë pasuardin, mund vendosim një pasuard thjesht numerik, mjafton që të jetë me 8 karaktere. E rivendosim pasuardin, nuk e kemi ndërliku situatën. Gjithsesi, nëse ju përdorni Google account ose Apple account, nuk do keni nevojë kur për pasuard, direkt do ju pyetet vetëm shteti, do ju pyetet cili ekip suportoni, se krijoni komunitete brenda
fansave të Genoas vendosen gjithë në mënyrë Gjithë. automatike në një ligë, Në një fansat ligë e vet. Juves në një ligë etj. Okej, super. Pra Krijohet si që akaunti. shikoni, u krijua akaunti. Na kërkohet i konfirmim. Këtu. Ari lëvizë pak 2 sekonda ose s'ka gjë. Shkojmë direkte. Ha më burçohe, Se se emaili. është kjo akoma emaili, po, emaili emaili që hapëm për këto gjëra hapëm. Çfarë do na Ja, do na marrë? vi. Tregoj Ari, s'ka gjë. A kemi shkruajt mirë? Kontrolloni edhe spamin se ndonjëherë se sa kemi dal live Ja, erdhi. sa shoh. Po Erdhi, gjithsesi Nuk vonoj ta shumë. keni parasysh si. Japim një konfirmim kësaj. Edhe tani Dhe- mjafton të logohemi me Prit se kjo është llogaria që jam unë. username ose email dhe vendosim me password. Username ishte fantasy pod, mos ka bëj. Po. Mund të përdorni atë që mbani mend, se ndoshta e harroni username-in, vendosni emailin, passwordin. E mira është që e kanë krijuar çuna shqiptar, kështu që qofse ju humbi emaili ose jo, Është e mund t'i thjeshtë ajo, shkruani ashtu. çunave. Po. Do bëhet me Për mik grupet çdo gjë, Telegram, mos e nuk, ruaj. social tanë. Zyra aty të Sheshi Wilson. Na gjeni. Hajde një aty. Po. Kjo është faqja kryesore. Kjo është faqja kryesore, keni Pas krijohet lajme. llogaria do jemi këtu. Po, në krahun e djathtë, në kohën krahun e majt keni metoda të ndryshme që mund të luani lojën. Metoda që ne kemi zgjedhur për, duke qenë që është një metodë që zakonisht zgjidhet për pjesën e komunitetit është budget fantasy, që është goxha metodë e ngjashme me atë që jeni mësuar në Fantasy Premier League, po. Premier League. Klikojmë mbi budget fantasy, këtu kemi mundësi që t'i luajmë të 5 ligat e ndryshme. Ne fokus do kemi ligën italiane e ligën spanjolle në këtë emision. Po. Kush ka dëshirë? Kush ka qef Kur normalisht? zon Ligue 1, mund Ligue zgjedhë 1. lojtar dhe Lorient. Bundesliga, Premier League, keni mundësit. Nisim me Italian League. Dhe këtu është faqet një ndërfaqe shumë e thjeshtë. Këtu kemi ndërsa ndryshime. Moneda e lojës quhet kick dhe keni 1000 kike për të ndërtuar ekipin tuaj. Po, domethënë nëse në Premier League, Fantasy Premier League janë 100, këtu ka thjesht 1 0 Një zero më shumë. tepër, edhe çmimet e lojtarëve janë me një shifër më tepër, nuk është se ka do ketë një Në proporcion. ndryshim të madh, po. Është nuk është që thjesht bësh ekip hyesh, do të thonë që nuk i merr dot gjithë hyjet Ato e bashkë. vurar, Aty të vujtëm shumë. Ne do t'i tregojmë të draftet pastaj. Po do bëjmë një Edhe tani. ka edhe i lojtar ekstra. Kemi 16 lojtar. Po se ky është sa na i lojtari sollën Xholi. çunat edhe unë desha me zgjedhë lojtarë që janë më të lirë. Po. Por nuk njoh njeri dhe duhet me bëj çik research me pa kush lun formacion nga ata, se desha me marrë dhe një lojtar Bolonjës, ku Ne do dëgjoni i nxjerrim mbrojtës. aty gjithë formacionet bazë tek faqja që kemi mundësi, i kemi nxjerrë në Instagram, po tek faqja e Fandakikut djathtas do jenë vendosura edhe Po do merrem edhe ne te formacionet bazë. Po, edhe te patjetër, Telegrami, do i patjetër, postojmë edhe ne patjetër, për në Telegram, formacionet e mundshme etj kush janë etj. formacione tip. Por që që t'jetë isha i pak më thjeshtë. paprgatitur sot për sa i përket Po, formacionit. po. Duhet e mira është që ke kohë se Serie A do edhe pak Po. nisi, kështu që La Ligën nuk kemi aq La shumë. Ligën s'kemi La shumë, Ligën po, do aty do merremi nxitojmë. pak më shumë me La Ligën sepse La Liga nis për pak ditë. Kemi mundësinë që të zgjedhim lojtar ndryshëm, këtu shohim sa kicks na kushton secili lojtar. Nuk kemi një AI, është e gjitha eksperiencë manuale që të rrim, mund të bëjmë filtra ndryshëm, keni mundësi që të filtroni sipas çmimit, Po, Po klubet, sipas maksimalisht klubeve, mund zgjidhni klubet, klubit, pozicionet, brenda buxhetit se ngelim 50 kicks, kush kujt ja dal që mund ta marr, të zgjidhni sipas Edhe pozicionit brenda dhe bëni search emrin e lojtarit. reparteve, pra mes portier, Po, po. mbrojtës me çfarë Mund të do. klikoni edhe këtu, për shembull, direkt filtrohet. Edhe të për klikon po, repartet. kështu e bëra unë, që Po. klikova direkt tu dhe më nxori Është direkt. intuitive, kështu. Wildly që ta dini është një ekstra i cili mund të jetë çfarëdo lloj pozicioni edhe i kushton kicks, po mund të jetë si sulmues, si mesfushor, si mbrojtës, si portier. Varet kush është Pra strategjia është që keni. 2 3 pra 5 duhet me 5 menduar. 2 3 5 5 3 1 apo jo? Po. Jo, Domethënë, më fal. 2 5 5 3 1. 5 5 Janë 2 portiera Po. që janë të detyrueshëm, Po. 5 mbrojtësa, 5 5 mesfushor, 3 3 sulmues dhe sulmues. një wild card Dhe një që pastaj shtohet merr te çat treja këtë ngel. Ai rol. po, Katra rol. çka ketë ngel dhe nga lekët. Ajo mbi gjitha. Listat. Sa atë provova në fillim, bëra 15 lojtarë kur pashun Ashtu e 0. bëra, thonë. Mos. Zgjidhni lojtarët, është tash normalisht tu po i zgjedhë i çik në mënyrë Modric i pari që Legjenda.
Tash po vazhdojmë të zgjedh kaq lart të vështirë që ja dalim, po. Jo, po ajo është ideja që të Kjo zgjedhësh është 1 ideja 2 që të kesh për po, apart po. mirë dhe 3 tjerët janë Ka strategji ndryshme. Ka strategji, mund ndërtosh një ekip gjithë imbalancuar, mund ndërtosh Po, ekipe që Që kanë story yje dobët. dhe kanë storin shumë dobët. e pra duhet me studiu herë këtë strategjinë çfarë mund të përfshishte lojtari 16, do ta studioj me vëmendje këtë. Ajo, Se sepse mund kemi bëj atë diferencën, a? ndryshimin e ndrimeve që do flas për pak, Po. sapo të kemi edhe pjesën e ekipit, për tjerën e dytë. Ops. Ska që Yes. nuk kemi gjë kështu. Po. Qyr. Maksimumin i Xbox do dalë aty. Ja hoqa, mbyllën. Mbyllë. Zgjedhëm edhe mbrojtëse, është proces goxha i thjeshtë, është edhe Mu pëlqen shumë interaktiv. paktën për syrin, është shumë e lezetshme. E ngjashme dizajni është mu pëlqen ndërfaqja shumë, edhe e ngjyrat. mobilit. Po merr një lojtar të Juves. S'ka marr asnjë të Po, Juves. dhe më. mobile- Juve në do komor t'i- kë S'do tregoj strategji, se Leon kuptova. tregon kuptova, kaq shpejt, kuptova. se pastaj çfarë do flasim kur Lejohen shkoj vetëm kjo 3 strategji. lojtar të Tre lojtarë për secili për ekip, ekip. po. Nuk Ke mund të drejt, marrësh më si tepër rregull, se po. 3 lojtar. Është rregulli ndër 3 lojtarë për Ballkontar. ekip. Se për ndryshe Duket se u pastaj- mbushe me sfushor. Edhe kanë sulmuesit. Kështu duke i shtyp kot e bën ekipin unë thjesht, po. Pastaj keni qef, ja, po e marr Ja, kolon. Kolomanin, po. Aty më. Te kisha edhe qef kolon ty nga vjet, kështu që Shpresoj ta Po, kesh dhe akoma Moise qef Keane pas të këtij sezoni. sezoni. Ande nga fundi Sigurisht sigurisht po. gjë. Po një gol bëri Një gjithë gol. kampionatin. Një me Arsenal, bëri 2 në fakt, po një hoqën padrejtisht. bëjmë confirm. Këtu vendosim qofse duam një emër ekipi Për për këtë ekipin, ligë, për për ligën, Serie po. A, domethënë mund vendosni emra ndryshme, ju keni mundësi ta customizoni sipas shefit, për momentin po i le default. Dhe kjo është ndërfaqje të shfaqet. Këto janë titullarët që janë vendosur në fushë, dhe në krahun e djathtë kemi Stoli, i cili janë 5 lojtarë ndryshëm në stol. Tani do flas pak mënyrën se si mund bëjmë ndrimet, si mund vendosim lojtarët. Tani edhe këtu është një njëjta sens me njëjta mënyrë që si veprohet edhe në lojra tjera, informacioni duhet të ketë sens, mund të përdorim informacione ndryshme. Thjesht duhet kemi gjithmonë rregullin e një portieri, 3 mbrojtësa, 3 mesfushor edhe një sulmues. Po. Do thotë që nëse unë dua të vendos Taylor, të luaj 3-4-3 dhe jo 4-3-3 siç po luaj tani, e marr. Besoj me drag, Të rej, po, që super. është drag e drop. Është më e thjeshtë se shumë Fantasy praktik. Premier Liga, për këtë se Shumë edhe Fantasy interaktive. Premier Liga nuk e ka drag Pastaj and drop. kush se ka qef drag and dropin, se si unë tani Nuk jam besoj se laptop ka një është që pak se e ka qef. vështirë, mund ta bëni edhe në mënyrë manuale në mobile. Kush nuk e ka qef drag and dropin e ka faj naiv dha. Nuk ka besoj e ka njëri që se ka qef dragun. Pastaj kemi kapiten, kemi kapiten. Këtu nuk kemi vice captain, kemi vetëm një kapiten, kështu kujdes me Pra kapitenin. nëse nuk lu kapiteni, 0 pik. Zero. Kapiteni është 1.5 herë Fish, po. pikët që ka realizuar, po kujdes. Se kapiteni kur del me minus, edhe minusi Po, është herë një të pikë. shumë fishohet minusi. Kështu që- edhe kujdes. nga që një lojtar mesatarisht merr më tepër pikë edhe po e bëj krahasimin me Premier Ligën, edhe kapiteni nuk është herë 2, por është herë 1.5 sepse ka dhe sens që mos shkoj Shumë 300 pikë. numri Shpesh, pikëve, po nuk kemi as qëllimin që ti të marrësh vetëm yje. Qëllimi është që të vlej edhe strategjia e balancuar, vlej edhe strategjia me një yll dhe e rrethuar nga lojtar me stol më të dobët. Kjo ofron fleksibilitetin që të kemi strategji ndryshme brenda lojës. Nëse do ishte 2 fish, pastaj patjetër do ta kesh një yll i cili bën Po. 3 gola ndonjëherë Se të krijo Itali- diferencë madhe, Po, krijo dy krijo fish diferencë diferencës. madhe. Ndërsa 1.5x e kuptuam që ishte edhe pak më e arsyeshme. Kemi edhe një ndryshim shumë të madh, duke qenë unë gjithmonë po marr referencë FPL-i, duke qenë që është më i njohur brenda komunitetit. Këtu ndrimet set nuk janë super sub. Po. Më shpjegoj që këtë set super sub. për atë po flisja, këtu ndrimet nuk janë automatike, do të thonë që nëse lojtar nuk luan dhe ti e ke lënë formacion, nuk futet njëri nga stoli, por kemi mundësi që të vendosim një super sub. Në këtë rast unë vendos Romagnolin Thjesht e klikon aty. po, Okej. Kapiteni. dhe shtyp set super sub ose mund të shtyp mbi lojtarin që është në stol dhe të them set super sub do ishte nëse Po, do nëse ishte nuk është, tani është clear, tani është okay. clear super sub dhe nëse një lojtar që kam në fush nuk luan, atëherë më njëherë do futet lojtari që është super sub. Por gjithmonë do të bëj sens formacioni, se tani jemi në 3-4-3, nëse super subi im
do ishte një sulmues, nuk e di, ndoshta nuk paskam sulmues stol. Po e zejmë që do kisha Gonçalo Ramoshin, Po i ketë 3. po se mund të ishte Wildy që sulmues, po zgjodha tjetër. Në këtë rast nuk do futej nëse nuk do luante Volpato, pasi 3 sulmuesi kanë fush, formacioni me 4 sulmues. S'ka. Hiq ato Milan Leonardos që luante edhe Juve Contes në fillim. Edhe City në vitin që fitoi Champions League. 2-4, po. 3-1 ishte i suksesshëm paktën. 3-2-4-1 ishte City. Dallimi midis tyre. Po. Që paktën City kishte sukses. Këto duhet ketë gjithmonë sens. Pastaj kemi një gjë plus, sepse shpeshherë është ajo dëshira për të kuptuar kush luan që ditë vendos formacioni, se nis ndeshja e parë edhe bllokohen gjithë lojtarët. Këtu nuk bllokohen gjithë lojtarët. Këtu keni mundësi, nëse fillon ndeshja e parë është Juve Parma, bllokohen lojtarët e Juves dhe të Parmës. Nëse lojtarët e Juves e keni në fush, ai do ngelin në fush. Qofse lojtari Juves është në stol, ai do ngeli në stol. Qofse është kapiten, do ngeli kapiten. Qofse ishte super sabi, do ngeli super sab. Edhe Parma, një të gjë. Ndërkohë, lojtarin e Milanit, unë mund ta marr, ta ndroj me një lojtar që kam stol të Udinezes. Që luan nesër. Gjithmonë duhet jenë në target. Për ato që kanë ndodhur se është e padrejtë pastaj, se është normal. Kur është lojtar që ka lujtë ka dhënë. Kur mund të jetë bllokimi i formacioneve 10 minuta para, ajo bllokohet në orarin zyrtar të fillimit ndeshjes. Okej, kështu që domethënë mund të keni mundësi nëse shihni që një lojtar nuk është në formacion, mund të keni mundësi ta ndryshoni përpara se të fillojë ndeshja. Po. Kjo është më dinamike, duhet të kesh një lloj vëmendje gjatë javës që luhet. Po është më pak fat. Po, nuk pra ti nëse je në dyshim, për shembull, ke 2 lojtar të Interit, për shembull, ke Turamin, ke edhe Pio Espositon, edhe ata janë balotar se ka luajtur njërin Champions, tjetri s'ka luajtur. Nëse ti i ke të 2, pret orarin e fillimit, shef kush lu, fut atë. Edhe nuk ngelesh as me pak pik apo pa pik fare, pastaj që pse nuk futa këtë tjetrin. Po kjo është. Edhe ke mundësi, pastaj se nëse do ishte ndrimi automatik, futet Pio Esposito 10 minuta në fund, bë 2 gola edhe ndru automatikisht. Nuk bën asgjë se si është fut Matri 10 sekonda me Milanin atëherë, o fut mbaroi ndeshja. Ndodhin këto raste, ty të futet ai edhe nuk futet ndrimi se luajti lojtari. Normal. Aq 10 sekonda. Ndërkohë në këtë mënyrë ke mundësi që ti ta shohësh e ta marrësh përsipër rrezikun. Qofse dua të marr përsipër, ndoshta hyn nga stoli e lë atë lojtar, qofse nuk dua, bëj ndrim. Marr tjetër. Kjo të jep përparësi që ti jep mundësi që ti jesh edhe fleksibël, edhe prandaj edhe për mendimin tim, me çfarë po shoh, duhet që të kesh 16 lojtar të mirë për fleksibilitetin. Ose të paktën që luajnë. Kjo është e mirë. Kjo është e mira që të kesh mundësi që të bësh edhe lëvizjet brenda javës. Mirë do jetë. Po, do e tregojmë, po, e bëm nga laptopi, do e tregojmë edhe nga celulari. Atëherë. Po. Shkojmë edhe tek transfers. Keni mundësi që të bëni një ndrim në javë. Mblidhet deri maksimalisht 2 ndrime që mund të bëni dhe pastaj të bëni ndrime pa limit, por humbisni 10 pikë nga pikët totale që ju keni. Bën kështu si tip marrëveshje që t'jap 10 pikë edhe mund të marrësh lojtar më shumë. Po. Kështu që ke mundësi gjithmonë edhe fleksibilitetin e ke, po normalisht është strategjia pastaj që do vendosi të duhet më shumë 10 pikët apo të duhet më shumë ai lojtari që ka shpërthyer tek Sassuolo. Këto janë statistikat për momentin janë 0. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Pastaj këtu kemi ligat. Këto rregullat që më theti, më fal. Këto rregullat që më theti, ka diku ku mund t'i gjejun apo akoma si ke fut? Atëherë për budget nuk e kemi. Parë fundit që jam vend të parë. Këtu kemi, po do i vendosim si rregullore, besoj që do të jetë te kapi, do të jemi, fatikisht e kemi. Kanë qenë shumë kështu shpejta këtë ditë, se do të dinim live, po kemi autoplay, po jashtë. Është sa futesh që shpjegon gjithë mënyrat e lojës. Pas ka dhe pikët anësore. Fantasy, po keni edhe pikët. Këto pikët liga private mund të customizoni kur luanim head to head, kush si pëlqej pikët që kemi vendosur. Do mund ta heqësh diçka. Mund ta heqësh fare, mund ta bësh golin 50 pikë. Është dëshira jote. Ndërkohë, normalisht kur kemi lojra në komunitet në grup të madh, normalisht pa konfiguruar. Janë gjithë njësoj, nuk fillosh. S'kemi çfarë bëjmë sot. Okej, këto doja dija që nëse dikush ka nevojë që ti lexoj. Pa futur brenda ligës, domethënë, aty keni mundësi që të lexoni. Mbase vendosemi një link kështu që të jetë brenda ligës.
Pastaj nëse një ndeshje nuk luhet, shtyhet, ndryshimi është që nuk bën pjesë i Game Week-ut tjetër, por ajo ndeshje pritet dhe është gjithmonë pjesë e Game Kur Week-ut të parë. luhet, Kur të kur luhet, atëherë do do marrë shtohen pikët. pikët. Po, edhe kjo është vetëm rastet super tralla që ndeshja luhet para Game Week-ut, në këtë raste nuk merret parasysh ajo ndeshje siç ndodhi Arsenali vjet po. që luajti ndeshje para Game Week-ut. para Po. Game Week-ut. Po Luajti se 2 javë kishte, parë. po se sepse kishte kishte- finalen me City në Buket League s'maj Cup mend edhe ke ndodhur. me Wolvesin që doli 2-2. Po. Ata i Po, bëjnë ma kështu ndeshje. double game week, i bashkojnë me një javë tjetër. Po. Po ne kemi brenda, po gjithmonë ndrimet, nëse ka nisur java dhe unë bëj një ndrim, vlen vetëm për Game Week-et në të ardhmen. Po. Do të thonë, unë kisha, po them, Sakan, nuk luhet ajo ndeshja Arsenalit shtyhet me 5 javë, e heq Sakan ngelet tek Game Week-u parë, po tek Game Week-u dytë e tutje, kam lojtarin e ri që mora në vend Sakas. Okej. Pra po marrim nëse Arsenali luan po ja fuskot me Chelsea, por ndeshja shtyhet për më vonë, Saka do marri prap pikët asaj Asaj jave jave. kur ka luajtur me kur do Pikërisht. luaj me Chelsea. Po. Okej. Pra Okej. formacioni mbetet i hapur për atë javë. Vjet përgjithshme pastaj normalisht do keni shumë të reja që do shtohen, do kemi përmirësime, ne feedbackun e mirëpresim, kështu që Po, te grupet e Po, Telegramit po, ne jemi mirë. join, Po. kështu që do i lexojmë me Kjo shumë është më e kuriozitet. mira, që feedbacku juaj do dëgjohet. Jo si asnjë lojë tjetër besoj. Po, Feedbacku juaj do dëgjohet Dhe si- sepse çunat janë dhe pjesë të grupet e Të La FZ-s, Ligës po. dhe Serie A, kështu që po patet në një pyetje, në një ankesë, në një gjë, Sugjerim. keni çunat aty patjetër. direkt, kështu që kaloni te çunat mos më pyesni mua, jo të gjitha te riga, domethënë shpërndani pak atë skopin. Vazhdojmë. Tani, Do merremi pak. me të njëjtin profil, ti mund shkosh te liga tjetër, nuk Mund e pse shkosh ke bën liga profil tjetër, nuk tjetër e game për mode të tjetër. shumë. Nëse s'ke nuk shoh arsye që ti ta bësh, po normalisht brenda njëjtit account, në njëjtin profil, kemi mundësi që të luajmë dhe Spanjën, shkojmë tek Spanja. Atëherë, ma të çoj kryejmë te ekipin. Spanja se Spanja nuk Se arrita ta Spanjën duhet edhe shifë. ta zgjedhim se siç thash Spanja La po Liga vjen fillon për Na- pak ditë, Spanja na vjen nis për shpejt. pak ditë, na nis për pak Hiq Hiq Barcelona, Real dhe Betis Është Valencia. java që e janë- gjatë. E pra, pa lidhje, hajt pa hajt s'ka gjë. Kështu që Puna në aty. rastin në fjalë që ishte edhe kjo pjesa e pikëve, po të zgjidhni lojtar të Barcelonës dhe të Realit, do t'ju quhen pikët për Po. ndeshjet të cilat do luhen mbas 2 javësh kur Pikërisht. luhet edhe Barcelona me Sociedad, me Bilbao dhe Reali me Sociedadin. Pra ato pikë do quhen për lojtarët që do zgjidhni që këtë javë. Praktikisht çfarë shoh unë nga fillimi, ti nuk mund të marrësh nga këta 5 lojtarët e parë më shumë se 1. Ja, 2 Ja, maksimumi. Po i more Ka 2, pastaj do sakrifica. sakrifikosh Ka Stolin një sakrifica. herë. Do marrësh E sigurt. Elche, Deportivo La Coruña, Po. Levante e të tjerë. Gjithsesi neve kemi bërë dhe një paraqitje për ndeshjet e La Ligës, që do vim pak nga Liga se ça lojtarësh mund sugjerohen më shumë në bazë të kalendarit të 5 ndeshjeve të para që kanë ekipet e La Ligës. Majt sa vura reun, ekipi që kishte kalendarin më të keq, ose pa çka gabim, ishte Sociedadi, e kishte bomb kalendarin e parë, kështu që Ojar Zabalin mos e merrni. Po, Sociedadi ka dhe diçka që përgjithsisht në fantasy, domethënë ka qenë duke qenë ekip relativisht defensiv. Nuk ka shumë nga ata yjet të cilët mund spikatin, domethënë është Ojar Zabali, është Kubo, i Po, cili Take Kubo. Legjenda e Realit. edhe vlerësohet më shumë Ai sepse ti pik me driblime. Po. Po, lojtarët që përfshihen shumë në lojë kanë pikë sido që tjetë kanë pikë sigurta, sepse nëse sulmuesi prek 3 topa dhe bën një gol, ai varet shumë nga goli. Por lojtari që është për shembull trekuartistët, lojtarët organizator, ose qendërmbrojtësat që janë tërkohës në qarkullimin e topit, në pasimet midis linjave, driblime etj, ata kanë gjithmonë pikë të deri diku të sigurta. Pra i 7-8 pikësh ata e kanë sigurt sepse mirë keq janë gjithmonë në brendësi të lojës. Po, janë gjithmonë. Shef na dha një tip shumë të mirë Soheli, sepse Anri deri tash s'na ka dhënë asnjë Ja, tip vazhdo, që mund të bënim. Do zgjedhim ekipin e La Edhe më Ligës. duket se po i mam për vete, nuk Unë e do kam të zgjedhur na atë ekipin. do të krijoj një përparësi Do për ta vetë në lidhim vetë. dhe me Do i lidhim me telefonin. telefonit, do prezantoj ekipet që kam zgjedhur, tani nuk është i kam vënë vulën, se tash mund bëni lëvizje pafundësisht për Ari, pa filluar akoma. Të Normal. lutem na nxirr pak sa ta bëjmë lidhjen me telefonin. Arja, ty e vlla.
Jep një shenjë. Okej. Është çimi. Ah, Ka çimi, na duhet edhe çimi. Hardhia. Lama të E zgjatusin. ka çimi pastaj. Jo zgjatusin sikur e lam Po diku po, i te mori, apo. i mori. Tani çfarë duhet? Çimi zgjatusin. Çimi? Iko çimi. Më çi. Erdhe. Gjithsesi merremi me disi më shumë komente për La Liga. Neve do e nxjerrim dhe në plan pjesën e kalendarit. Ja Por, se i thotari. do që jetë deri në momentin që do na vi zgjatusi. Mund bëjmë një koment të shkurtër për Çimi? mund bëjmë një koment të shkurtër për javët e para të La Ligës. Ah, okay, Neve super. kemi nxjerr me vështirësi në lidhje me Thank vështirësitë you Çimi. e kalendarit e të tjerë. Prit një sekond. Pra, këto janë 5 ndeshjet e para të çdo ekipi në La Liga, ku mund E zgjidhni ka hap Ari hape, ë? mund zgjidhni pastaj dhe në varësi të këtij kalendari mund të bëni dhe draftin e parë për lojtarët e La Ligës. Siç mund Rreth shihni- parë këto gjëra do të themi që i ka bër vet Fabi. Nuk ka asnjë faqe online që jep fixture difficulty për La Ligën deri në momentin që po flasim, se kena kërku. ka marrë dhe Dhe na është dash t'i ndihmën bënim vet. ka marrë dhe ndihmën e çunave të TFZ-s që shohin më shumë La Liga se sa shoh unë, me thënë drejtën. Elisit dhe Renisit që i Duhet falenderoj t'i shumë kërkoni për pjesën e La copyright në Ligës. një gjë që mos na i marrin vëlla. Sepse po ashtu siç te kampionati italian që do futemi pak dhe nga fundi, edhe aty kemi bërë një paraqitje të ekipeve me kalendarin, ku aty më kanë ndihmuar më shumë Nicolini me Klein, të cilët janë fanatik më të mëdhenj të Serie A dhe e shohin më shumë Serie A. Atëherë, ky është kalendari. Barcelona e nis thjesht, kështu që Lamine Yamalin se bën dhe driblime, mund t'japi edhe ndonjë asist. Për mendimin tim rekomandoj ta merrni. Ferran Torresin jo edhe aq se me sistemin e pikëve që kanë bërë çunat do bëj 1 po do humbi 4. Po që e di mirë këtë pjesë domethënë. Jashtë teme. Jamali Hetafe ishte me të vitit nga stacat e vitit kaluar, domethënë se normalisht Mbappéja ishte kryegolaçnus. Sa 24 gola, sa 24. 24 Gjynaf Fetati se gola. mori do të në fund, po. Gjynaf, po. 24 gola 5 asis, edhe Jamali ka bë mos gaboj 16 gola 11 asis, diçka e tillë. Gjithsesi në sistemin e pikëve të Fantakikut është lojtari i parë për sezonin e kaluar. Jamal. Po. Sepse futen ajo që thash, Driblimet, kontributi në driblimet, Rastet, ai Mbappéja ka humb shumë. Po. Mbappéja ka humb, ka pas dhe neshe që edhe pse bote i gol, humbte 3 Po, dhe shkote gati me minus. Kjo është e keqja kur je një ekip që prodhon shumë mundësi goli që normalisht do i humbësh, edhe Haalandi humb raste sa të dush. Po. I pari është Angli për rastet humbur. Po normalisht. Kemi Hetafen që është ekipi me kalendarin më të thjeshtë, kështu që fanatikët e Bordalasit, fanatikët e mbrojtjes, merrni portierët e Hetafes, mbrojtësit. Ne kam Dhe janë dhënë si një këshill, portieri i Getafes. Po, portieri i Getafes është Soria. sulmuesët mos i merrni se vjet 28 gola bën gjithë sezonin. Imagjinohet, domethënë, të shkojnë në Europë me 28 gola, vetëm Hetafe dhe arti i futbollit Bordalasit mund ta bëjë këtë gjë. Reali ndërkohë, se do flasim pak dhe për Realin e Madridit normalisht, ka kalendar disi më të vështirë, e nis me Sociedadin në shtëpi, më pas ka Espanyolin jashtë, fushë vështirë në fakt Espanyoli, Malaga, jo Mallorca, sepse Mallorca është RCM. Malaga që rikthehet mbas një mungese shumë gjatë në La Liga, normalisht dhe niveli i vështirësisë është më i ulti sepse sapo është ngjitur në La Liga. Kush është ngjit tjetër? Se unë gjithashtu përveç Malagas është ngjitur dhe Deportivo La Coruña dhe Racing Santander. Është ngjit Deportivo pse s'ka qenë, ishte deri vjet ka qenë. Dhe Deportivo, Biles Deportivo radhe në kategori 3, pati shumë peripeci dhe është rikthimi dhe është rikthim që me zot pritet Deportivo edhe Riazor kemi kujtime të këqija nga Deportivo. 4-0 famshëm. Riazor. Ka qenë super neshe. Çerk finale, mos e boj apo? Çerk finale. 4-1, 4-0. Edhe Milani po këto gjona. Rikthehet Depori dhe vështirësia e Realit vjen sepse ka më pas dhe një fushë shumë të vështirë siç është ajo e Betisit në javën e 4. Betisi që është ekip Champions League si vjet dhe normalisht që Reali do ketë prioritet disi më të ulët tek pjesa e
fantazisë për mendimin tim. Gjithashtu është dhe Atletico Madrid, Cholo Simeone vazhdon dhe bën blerje. Atletico Madrid ka kalendar më të vështirë, e nis javën e parë, pra për pak ditë Atletico luan, ndryshe nga Reali dhe Barcelona. Atletico ka vendosur që mos të shfrytëzoj mundësinë që i dha La Liga për të pushuar lojtarët, sepse fakti që mungon Reali, Barcelona, Betis, Valencia dhe 2 ekipet baske është sepse La Liga i dha mundësi këtyre klubeve të pushonin lojtar me që kishin lojtar në Kupën e Botës. Këtë e kishte edhe Atletico, biles më shumë nga të gjithë, kishte më shumë lojtar se të gjithë në finale, por vendosi që të luante ndeshjen e parë në orarin që ju caktua. E nis DC thjesht, Atletico Madrid e nis me Malaga në shtëpi, por më pas ka një kalendar goxha të vështirë, sepse ka Villarreal në shtëpi, Sevilla jashtë, Athletic Bilbao jashtë dhe Sociedadin jashtë. Pra janë Pas ka 3 ndeshje jashtë që i ka, 3 ndeshje radhazi që i ka të treja jashtë dhe me ekipe shumë të vështira. Sevilla, Bilbao, Sociedad shkon në baskët, në 2 ekipet e mëdha baske, heqim Osasunën, shkon 2 herë. Okej. Këtu jemi dhe kalendari, neve do bëjmë një draft të thjesht në lidhje me La Ligën, do e bëjmë edhe nga telefoni që të tregojmë se si funksionon aplikacioni në telefon dhe platforma Fantakik si funksionon në telefon. Ari, të lutem na hiq pak këtë. Ari, please man. Po e marrim për të mirë qenë. Dhe ta lidhim me këtë. Ja sa të bëjmë pak lidhjen, edhe tani do t'rregojmë, çfarë do t'rregojmë tani? Do t'rregoj unë, Do t'rregojmë, e kam do bëjmë një krijuar. draft, do t'rregojmë aplikacionin në telefon dhe një draft La Ligës pastaj që ta bëjmë lidhjen me ndeshjet që Super. luan. Neve Fikisht madje unë- të mbajmë Po këtë nis nga ekipi që kam ndërtuar se u akuzova shumë që mirë. Më mirë s'po i akoma. tregoja ato sekretet, kështu që Po nuk po shohim gjë akoma. s'po shohim gjë akoma. Ja nga Po, dhe ne. sepse mirë keq u kuptua pak a shumë se si krijohet një ekip, kështu që Po. Po, po, i njëjti proces është. Njëjti Edhe në proces telefon është, i njëjta ndërfaqe, nuk është çdo gjë. se- Kështu që mos shkojmë në përsëritje. Nuk shohim gjë. Ta shohim po që? Shifej ta pa shu bëhe nga Fabi. Prit. Ja Në vetëm qoftë ta se ashtu. shkarkoj unë, po që? Këto janë edhe pra- bëjmë nga unë. Kur bën emisionin për herë të parë, mund të kemi edhe kështu gjëra, sepse normalisht po prezantojmë, nuk do e prezantojmë më lojën episodin e dytë, do merremi më tepër me strategji, me si dolën ndeshjet. Ja ku jemi, Ja ku Ari? doli. Jemi? Ari, all set bro? Ari a All feedback bro. set. Po, All good. gishti Atëhere. është lart. Ky është aplikacioni. Ky është Fantakiku. Ky është Fantakiku në telefon. Çuna do na shpjegojnë më shumë se si është në telefon. Ndërfaqja është gati e njëjtë, çunat e kanë Për ta bërë bërë shumë shumë thjesht. thjesht. Po, çunat e kanë bërë shumë thjesht pjesën e ndërfaqjes. Dhe mund vazhdojmë. Ti je Ndër- loguar besoj tek Unë jam tek Ekipi jot. ekipi im, kam krijuar një ekip për kampionatin spanjoll. Ky është drafti jot para Ky është drafti im për- para prak, është para prak. Nuk kam bërë akoma ato studimet e E fundit thelluara. përpara që të arrim. Ke edhe me 2-3 ditë kohë. 2-3 ditë kohë të mira. Këtu më shumë kam zgjatë me lojtarë që kam simpati, me thënë drejtën, se sa kalendarin kam pa pak, po akoma jo aq me detaje. akoma jo aq me Po. detaje. Po, është edhe italiani që të fokuson. Sulm është kështu, Kuço Çfarë ka Hernandez. Kukurela, se puna re. 70 pak, nëse Mirë, s'ka që bërë. ka mirë fare. Është i Po, disi marshëm, shpejt është. po për mbrojtës. 70 për i mbrojtë që del gjithkohës në sulm. Ah, okay, prapë është. Ato Që Reali kjo është problemi duhet që- pa i çik se është Mourinho. Mourinho, Reali, se yes. Prapë Pa, se me prapë si, nesër. Kukureja, edhe sikur të jetë Mourinho, Kukureja këtë gatë mirë që Kukureja Po, pra, të edhe nuk të mbrojtje pyetej edhe për të Mourinho. sulmoj. Kukureja të jep pikë edhe në mbrojtje. Nuk Po, është po. problematik Mourinho fare thot, tek po ajo ke pjesë. fuqi me u kthy mbrapa Mos e më dil. shqyr bilet që ikun nga Chelsea. Po. Paktën më mirë shkoj ke Reali. Thjesht Edhe kisha qef Mourinho Atletico, gjithmonë po. min me sat. Mourinho nuk i dihet gjithmonë me çfarë mendje ka ardhur Mourinho. Unë kam zgjatë Pepe në Villarealit, duke qenë që dha ca performanca të mira Po, ishte gjatë shumë vitit. mirë vitin e kaluar. Kuço Hernandez më pëlqej shumë si lojtar. Ai është Nicolas këtë vitit. Pepe, që ka Nicolas qenë te Pepe, Arsenal. Arsenali. Po, Edhe ke Lila. Ka rilin goxha në Në Villarreal. Ai ishte po ka- se çapati aty. Atë ka Arsenali s'pati mundësi me shpreh. Nëse lojtarë ndryshëm shfaqin kampionate ndryshme Po, këtë po. ndryshe. ë. Bobby Malen është Në Është Itali shembulli është i i që lindur bëri, fare. është- Në Itali është bërë tjetër duket lojtar. Kolomuani të Tottenham. O, zot. Teve tjera pastaj. Kuço Hernandez, Julian Alvarez me shpresën që mos
edhe ndron ekip këto ditë. Edhe po e ndroi Nuk i dihet ke kush brenda thon, më mirë Spanjës mbase, duhet që do më ri. mirë mbase. Ka Mes një Barcelonës e ekip që Realit. ka kalendarin shumë thjesht. Po. Ka një li, duke qenë që është lojtar që ka performuar gjithmonë që mirë ke ishte- Parisi, dhe besoj që mund të bëjë shumë mirë ke Atletico. Është ardha e re e Super Atleticos. blerje. Valverde, nuk besoj që ka mbaruar ato lëvdatat i kemi thënë gjitha për Valverden me sezonin që bëri vjet. Olmo që pasi luan me Spanjën, sikur edhe vjen me energji të reja, edhe gjithmonë që kërkon të luajë në sulm. Tu kemi atë ndryshimin sepse në qoftë se në FPL i mësuar që du të jetë pyk lojtari, ai nënçi tipik që të jetë forward, këtu shumë lojtarë janë krahët, wingerat janë sulmuesa. Ja, sulmos. Saka për shembull në FPL është mesfushor, Është mes fush. Po. ndërkohë Në Fandakik në Fandakik është sulmues. Po. Varet ku e ka detyrat, e ka detyrat më shumë ofensive, e Po. ka më shumë në mesfush. Në si rasti i Krupit që Krupi është sulmues luan nën shfallca në Premier League, por fantasy Premier League është mes fushor. Këtë vit Në po. vjet ishte 4.5, ishte blerja më e mirë e gjithë fantazisë ishte Krupi. Pastaj Ja. linja e mbrojtjes, këtu Sorian e kemi në stol, po normalisht do e vendosim titullar, kemi Kundem, Berçiçem, Bartra dhe Kukurej. Po të shihni Anri ka bërë një ekip goxha të lezetshëm, nëse do ishte se mund të ishte problemi që jo po nuk do kemi buxhet se janë 16 lojtar, si mund të shihni janë gjithë lojtarë që njihen. Po. Pra, ka buxhet. Buxheti mund të jetë për të Kam 16 edhe atë lojtarë. Gregarin, Gizari, Haure Gizari, që i lu 38 meshe. Ja ure Gizar. Haure Gizar, po. Haure Gizar. Ai I Bilbaos. Po, pas Ata e Bilbao. ke ata e ke super sub sigurt se luan mirë, gjithmonë. ke Do një luaj luaj gjithmonë, gjithmonë, kështu që Nuk e gjen gjë atë Po tipi. ke Ojan Okej. Sanse, ke Ke Alex Bainën që nuk Baenja. luan gjithmonë, po kur luan jep goxha bonuse edhe pik. Sanchez që është basti, që Jan do Sanse. rikthehet Sanchez i para 2 viteve. Soria pasaj se. Soria me një ekip se Getafe është gjithmonë shumë e bukur të kesh portën e ekipeve të tilla, Po, normalisht. sepse mbrojnë fort edhe japin mundësi e portierit që të presi topa, të spastroj, të bëj pritje. Këtu kemi edhe përqindjen e pritjeve që është një statistikë shumë e rëndësishme, sepse problemi ishte diferencimi i portierëve të këqij, ato normalisht i gjuajnë shumë herë në port, normalisht do kenë më shumë pritje. Normal. Po kemi statistikën sa përqind pret ky portier. Domethënë nga gjujtja që e kanë ardhur, sa përqind, nëse është mbi një X përqindje, merr X pik. Merë, okay. Diçka që po shoh është edhe që çunat kanë bërë që outline-i, pra korniza e çdo lojtari ti përkasi rolit të caktuar. Pra Soria është portier ka kornizën e verdhë, Tarrega që është mbrojtësi Valencia s'ka kornizën blu, Alex Baenja është sulmues, kështu që teorikisht ka kornizën e kuqe edhe me radhë. Pra që të kuptohet edhe se çfarë roli është vendosur çdo lojtar. Qofse doni pastaj keni një paraqitje Jo, në është format me liste liste. që të dini Po. pak a shumë kush janë sulmuesit tuaj. Nëse Okej, nuk super. ju pëlqen color Po coding, jo se tash i edhe punë. të lëvizni Po e ndërjavë. share my team. Ku mund ta sharesh në Share, Telegram po, tani ku direkt doni, nëse po, do? e nxjerr një screenshot të timit në Telegram. Super. Kështu që Që më çuna shumë ajo është. filloni shpërndani ekipet në Telegram, keni mundësi që draftet, ekipet, mbani ndonjë armë sekrete, se nuk i dihet, mbani ndonjë keni Frankie de kohë Jong. deri ke ndeshja parë që ta që të bëni zëvendësime pa limit. Nëse e shihni aty shkruan limited free transfers, sepse për momentin është pa limit Po, numri po, zëvendësime. po, normal. Po Sojeli e ka bëu ekipin ti? Po, domethënë unë në fakt Do ta tregosh apo i ke armët sekrete? jo. Çoja jo. screenshot anët edhe ta veja i direkt në celularin vet që shpjegoje. mos të Po më. edhe ndërkohë ti shpjegoje zgjedhjet e tua që edhe ne të marrim unë për shembull që nuk e shoh shumë La Ligën të marr të vjet në një gjë, të marr një shembull se sa ta nisi çik. Tashi, me thënë drejtën, unë dhe Andri këto ditë kemi net shumë kohë bashkë, po përgjithsisht rrim duke qenë në një zyrë tash prej kohësh edhe duke qenë edhe miq, kalojmë shumë kohë bashkë. Po formacion gjithmonë i vëmë në mënyrë private, se ajo është. Domethënë ai nuk e ka parë. Unë nuk është e di parë. akoma, nuk e di. Nuk e di, por ka ngjashmëri, me thënë drejtën. Edhe megjithëse nuk jeni Nuk e kemi diskutuar. takuar apo diskutuar për takuar jeni takuar, por nuk e keni diskutuar domethënë këtë Se gjë. kemi diskutu
atë pjesën e zgjedhjeve. Është edhe subkonsciente, kur rri me dikë gjithkohës, E flet, di pak a shumë, diskuton, kur shkon me bë ekipin, Janë ato ato fjalët gjëra- që ke folur që të kujtohen. ato gjëra Fiqova, do ne. ashtu. Ari hiqe 2 sekonda vetëm që të vejmë që mos tregojmë ndonjë foto ndonjë gjë. Po. Ari, remove it, please man. Ari të lutem. Vazhdo se e ka hiq pse Ari. Okej. Jepi. Ky është, okay. Tash Atëherë. aty domethënë është edhe një ndrim që unë do e preferoja informacion, po që se kam fut se po që i marri me radhë, domethënë nga porta është e ngjashme me Po, Soria, është e njëjtë me anërin, le të thënë Soria. Ka një raport atë çfarë jep pik çmim goxha të mirë, domethënë. Edhe ti nuk bën një investim të madh tek porta, që investimet e mëdha normalisht është Courtois apo Juan Garcia, por mund të shpenzosh pak më pak dhe merr zakonisht është strategji që përdoret kjo është që merr portierët Soria. i keme nuk gjen këto portierët Ryan për shembull ka Arsenali, po merr Lamens që është më i lirë ose merr Verbruggen e tjerë, kur po flasim kur po bëjmë relacionin me Premier League-ën. Unë mbrojtje ka marrë me thënë drejtën në Dy të Barcelonës. Dy të Barcelonës, domethënë ka marrë një Kubarsi gjithashtu Fantakik ishte live edhe në botror, edhe për botrorin që sa u mbyll. Dhe Kubarsia, duke qenë është mirë keq është gjithmonë në qendër të lojës, se Barcelona do s'do qarkullimin e ka pasimet do bëj. Pasimet që edhe ai ka, siç po shpjegoja që parë, ka një lloj stasi pikësh që i ka të siguruara. Në stol unë kam edhe Dumfries, pra është Kundeja dhe Dumfries, që janë dy mbrojtësa krau që mund t'sjellin edhe bonuse të mëdha që është asisti apo goli. Edhe ke lënë stol Dumfries sepse nuk e di a do luaj as do luaj në moment. Për momentin e kam po që presim edhe të reja këto 2-3 ditë. Dhe pastaj janë edhe dy mbrojtësa të tjerë, le të themi mbrojtësa formacioni, mbrojtësa që gjithsesi të japin një sasi pikësh sigur, që është Bertraja dhe Aymeric Laporte i Bilbaos. Pra, kam zgjedhur një lloj miksi midis mbrojtësave që shtyn me mbrojtësa që janë qendërmbrojtës, janë titullar fiks edhe po edhe mund të bëjnë një gol me kokë nga goditje standarde, sepse janë lojtarë që dalin në zonën kundërshtare sa herë që ka në korner ose në jencë. Po. Pastaj për sa i përket mes fushës, këtu janë dy lojtarë, titullar janë dy lojtarë të Realit, Valverde dhe Bleria Bernardo Silva, po. Bernardo Silva normalisht tash sepse aty do ketë shumë konkurrencë, do jetë dhe jo Gyleri, jo unë them futet ai. Por që Mourinho i ka qef çik lojtarët me eksperiencë. Edhe portugezi çik. Edhe portugez. Edhe portugez futet mbase jo në javën e parë, sepse besoj këto ditë kishte ardhur me fillu servitin, kështu që është pak vonë. Po që momentin që do kapi fitnessin, unë jam 100% sigurt që ai do luajë gjithmonë. Dhe për momentin është akoma e merr me një çmim relativisht të mirë në Fantakik, pra nëse ti do marrësh Gylerin e paguan gati 2 fishin e Bernardo Silvës për momentin, por që pas Gyleri normalisht është strategji që secili e sheh vet. Në sulm unë kam marrë një yll që është Rafinha, që gjatë kohë, domethënë nuk është i shtrenjtë sa Yamali apo sa Mbappéja, është lojtari i katërt mos gaboj në Fantakik, mas Yamal, Mbappé dhe Vinicius. Por për sa i përket mesatarës së pikëve, ka qenë i treti vjet, pas Mbappés edhe Yamalit. Yamalit dhe Mbappés. Lukmanin unë kam një lloj afeksioni si lojtar, më pëlqen shumë, edhe pse te Atletico ai lu gati me sfushor krau, mëse Çolo normal. Luan me 4-4-2. Mund bësh çfarë dush ti, po 4-4-2 s'ndro. Dhe pastaj ka bërë gol, plus ai kontriboi edhe me driblime, me shanse të krijuara etj. Dhe është dhe Borja Iglesias që vjet bëri një 13-14 gola, diçka e tillë. U thirr dërgë kombëtarja me Celta. Uthret ishte është kampion bote, edhe pse luajti vetëm 1 minutë. Kur me Arabinë Saudite duket e futur 1 minutë. Ai mjafton.
Po. Medaljen e mori ai, se ka tregu gjithandej. Medaljen e ka dhe pra unë kam bërë një mix, jam munduar që për shumë në sulm kam investuar te një yll, në mesfush kam marrë më shumë lojtar me buxhet mesatar. Kurse në mbrojtje, le të themi, kam investuar pak më shumë base me Dumfries, që mund të shty dhe para se ashtu i ka karakteristikat, dhe shpeshherë ai me ato inkursionet e veta shnon me kokë apo edhe me goditje në zonë, që vi nga krau tjetër. Dhe pastaj në stol kam Sanchetin, që e kishte edhe Anri, që duke shpresuar në një rivlerësim të tij sërish, Baenën e Atleticos, Lo Celson e Betisit dhe Tristanin. Ky është ekipi, por që akoma nuk është definitiv, se normalisht e ke mbajt edhe i kredit, i kik. E ka mbajt i kik. Nuk është akoma definitiv, do shohim edhe këto 2-3 ditë nëse ka ndonjë lëvizje apo ndonjë të re për sa i përket formacioneve, pastaj sepse akoma siç e tha Aner janë pa limituara ato lëvizjet derisa të fillojë. Jo, unë gjithmonë kam një lloj kështu tendence për të parapëlqyer lojtarët që përfshihen goxha në build-upin edhe në organizimin e lojës përgjithsisht, domethënë. Këshilla kryesore për mendimin tim është zgjidhni lojtar të mirë, po zgjidhni lojtar që ju pëlqejnë. Po, që të shijoj edhe lojën, se të shohësh lojtar. Vitin që kam pas Lautaron, se kam shiju. Se kam shiju. Jo, jam dakord. Bëri vit relativisht çuditshëm, se pati 6 muaj skandaloze, 6 muaj të mira. Po, kënaqesh kur nuk bënte, kënaqesh kur bënte gol. Është e vërtet. Normalisht njeriu ka qejf të shohë edhe ata që ka lojtarët që ka simpati, jo thjesht hajt zgjedhim. Për shembull, si Soiri që nuk ka marrë në Mbappé ose Yamal, po ka marrë Rafinhën që mbase ka më tepër qejf, si pëlqen më shumë, është më zhduk lojtar rezultat. Paktën domethënë se ai derisa erdhi Fliku pati vështirësi, kudo që po me ardhen e Flikut ka qenë goxha rezultativ. 10 mbase çik më pak se par vjet. Por që shpresojmë që me më pak kicks, le të themi, të shpenzuar, të marrë të njëjtin output apo output të ngjashëm siç do merrja nga Yamali apo Mbappéja, dhe kurse ndërkohë edhe një 20-25 kicks që unë i shpenzoj në pozicionet e tjera. Po. Super, më pëlqen. Do bëjmë një përmbledhje të vogël për kampionatin italian? Bëjmë dhe një përmbledhje të shkurtër për kampionatin. Megjithëse për kampionatin mund të flasim edhe javës tjetër, sepse nuk është hapur akoma. Prioriteti ishte që të flisnim më tepër për La Ligën, me që është urgjente dhe normalisht duhet bëjmë atë. Po paktën mund të tregojmë pak fixture difficulty të kampionatit italian edhe Çimi hiqe pak të lutem. Shkëpute pak Çimi sa të tregojmë dhe ndeshjet një grafikën e fundit për sot, edhe besoj dhe mos t'i lodhim shumë njerëzit me informacione më shumë se ç'duhet. Okej, jemi gati. Atëherë, ashtu si La Liga, këto janë 5 ndeshjet e para të renditura tek kampionati italian. Thash, një ndihmë shumë e madhe ma ka dhënë dhe Nicolini me Klein për të vlerësuar ekipet dhe për rrjedhoj të gjetur edhe se kush ka kalendarin më të thjeshtë dhe më të vështirin. Kalendarin më të thjeshtë e nis teorikisht Lecce, me aq sa shoh me 5 ndeshjet e para. Nga ekipet më me emër, Milani është që ka kalendarin e thjeshtë, por dhe Interi me Juve nuk janë larg. Pra, të treja ekipet që përbëjnë shumicën dërmuese të tifozëve shqiptar kanë një kalendar që nis relativisht thjesht. Ekipi që e nis goxha vështirë kalendarin është Napoli, që ka kalendarin më të vështirë nga të gjitha ekipet në Itali me llogaritë që kemi bërë. Ka Genoa jashtë, Como brenda, Inter jashtë, Bologna brenda dhe Fiorentina jashtë. Nga vlerësimet që kemi bërë, vetëm Interi e ka pasur, fatkeqësisht për çuna, vetëm Interi e ka pasur notën maksimale për nivelin e vështirësisë, por shumë ekipe kanë pasur një notë më poshtë, pra 4 nga 5 që janë gjithsej, që ishin
Napoli, Juvja, Milani, Atalanta e tjerë. Edhe Juve Milan direkt që një javë 3, Juve ëh? Milan është në javë 3, Java 3 po tash një është bomb, çdo ekip i fortë e ka ose të kuqe ose vishnje. Po pra Inter, Napoli, Juve Milan, hajde, Java 3 është super javë. Italianët e kanë lënë që kjo javë të ketë vetëm përballje big. Do ketë diçka aty. Zhvendor aty se s'ka mundësi. Po, Atalanta Roma. Roma të kështu që këto janë. Dhe edhe në diagram gjithashtu kemi lënë dhe pjesën e çdo ekipit që çfarë force ka, është një shirit i vogël aty me ngjyra, ai shiriti tregon se sa i fortë është një ekip dhe çfarë note merr. Pra çunat që do e shohin nga video do e kenë shumë më të thjeshtë se sa neve këtu që dallojnë se çfarë ngjyre ka çdo ekip. Okej. Çfarë renditje kemi bërë. Kjo flas si për Serie A, si për La Ligën. Për Premier Ligën pastaj do flasim më vonë, Premier Liga ka gjëra të tjera. Tani, për sa i përket Fantakikut dhe si mund t'i bashkoheni, patjetër që te descriptioni i kësaj video do keni të gjithë hapat, linqet se ku mund të klikoni dhe ku mund të downloadoni lojën siç e thash për Android, sepse për iOS akoma nuk është gati dhe për pak ditë besoj, shpresojmë. Por normalisht ata që kanë iPhone mund ta luajnë lehtësisht në versionin e webit. Do jenë, siç e thash, i keni çdo gjë do e keni te descriptioni më poshtë. Aty do keni dhe linkun se si t'i bashkoheni komunitetit tonë në Telegram, ku mund të flasim për ekipet, t'japim mendimet tona, të komentojmë ndeshjet ndërkohë që përluhet, sepse kjo është e bukur edhe e fantazisë kur e luan me njerëz tjerë që i njeh ose që janë pjesë e një komuniteti dhe fillon e humbi ky rastin, bëri ky golin etj. Këto janë gjërat e bukura, domethënë që është kështu. Kjo është për sa i përket episodit për sot. Besoj se ky ishte informacion i përgjithshëm i rregullave dhe mënyrës së lojës se çfarë do bëjmë ne këtë sezon. Në episodet e tjera do fokusohemi të jemi pak më teknik ose pak më strategjik, pra të flasim edhe për pak më tepër strategji, sepse ai është edhe aty e kam unë qefin. Unë kam shumë qef bëj pak strategji të gjitha. Sesa po edhe rregullat duhen për të gjithë, normalisht sidomos për Fantakikun që është diçka që ne po e prezantojmë për herë të parë. Edhe për mua ishte shumë e rëndësishme që ti dëgjoja këto rregulla dhe do shkoj të bëj ekipin paktën në La Liga sa më shpejt, me që është edhe shumë afër. Dhe normalisht e kemi me shumë qejf sepse do kemi mundësi të shohim Serie A dhe La Ligën. Unë për shembull që jam tifoz i një klubi anglez, nuk është se kam pas interes ndonjëherë të shoh Serie A. La Ligën ti më shumë se kam më shumë simpati për Atletikën, kurse Serie A nuk kam pasur interes. Është bërë Fantakiku do shoh që tani tutje do të përpiqem të kap dhe ndeshjet e Serie A. Nuk besohet që do të vi një ditë që do shoh Cagliari Genoa në televizor. Po ajo mbase do shohim 2-3 ndeshje të forta. Janë interesante data. Jo, po Genoa okay, me që është dhe Mita, okay. Prandaj zgjodha Genoa. E mbyllim për këtë episod. Dhe një falenderim për sponsorat tanë, normalisht për sponsorin general Credits Bank, po ashtu falenderim për Open, me kuzhinën e saj mesdhetare, të cilën mund ta gjeni në Tiranë dhe në Shkodër, por ashtu dhe me delivery. Kemi po ashtu Pokun, platformën fintech me të cilën mund të kryeni pagesa online, por ndërmjet të tyrave dhe shërbimeve të tjera. Dhe siç tham, i fundit por jo garancia, karburanti jon Superboc, e gjeni në markete dhe në lokale në formatin me dhe pa alkool, po ashtu si me shishe, si me kanaçe. Duke shpresuar që ju pëlqeu shumë podcasti, po e lë Rigen ta bëj mbylljen e Jo, unë thjesht do jap një që shpërndajeni gjithë shokëve që e shohin, që e luajnë fantazin, sa më shumë like, sa më shumë subscribe, që ta përhapim dhe ta bëjmë dhe ne si gjithë botën, si në Amerikë etj, një komunitet të mirëfillt dhe sa më të madh edhe në Shqipëri. Besoj se gjithë do kënaqemi këtë sezon me La Ligën edhe me Serie A, patjetër edhe që me FPL-n që kemi gjithë vite që e lozim. Duke falenderuar jashtë masë edhe dy çunat. Patjetër. Sepse prej atyre është për rregullat e tjera që ishte kënaqësi. Shumë kënaqësi. Dhe faleminderit edhe që keni marrë iniciativën ta krijoni, sepse mund të jetë diçka shumë e vështirë ma merr mendja mu, se unë s'kam lidhje me IT-n e këto gjërat, po me sa mund të kuptoj. Mua më bëhet qefi që janë çuna që po e bëjmë këtë lojë në platformë të krijuar nga çuna shqiptar. Dhe besoj se gjithë do e kenë edhe si krenari dhe si ashtu. E bukur është siç e thamë më parë që nëse ka diçka që mund të updatetohet, të ndryshohet, mund ta sugjerojmë, edhe patjetër që çuna do e marrin parasysh. Për çdo gjë tjetër, këtu do jemi çdo javë.
Patjetër që dhe në versus siç fola të dielën do kemi edhe do flasim edhe në për versut e tjerë që do bëhet, do kem atë minutazhin e shkurtër që do flasim edhe për lojën, për ta gjërat vogla normalisht. Kjo do jetë më specifike, më e detajuar dhe më nish, më për hardcore, si thua, për fancat Fantazisë. e vërtet fantazisë, që shpresojmë që të jetë një numër në rritje sa më të madhe. Gjithë mirat edhe shikohemi javës tjetër. Ciao. 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 Ciao.